Imagjinoni për një moment se çdo gjë që dini, çdo kujt, çdo ndjenjë, çdo përvojë, nuk është ajo që mendoni. Që bota që prekni nuk është e vërtetë. Që universi rreth jush është vetëm një program kompjuterik jashtëzakonisht të sofistikuar. Që ju vetë jeni kod. Informacioni strukturuar në një simul digital që po ekzekuton dikush tjetër, diku tjetër. Tingëllon si fantashkencë, apo jo? Por çfarë do të thotë nëse ju them se fizikanët më të ndritur të kohës son nuk e hedhin poshtë këtë ide? Çfarë do të thotë nëse argumentet matematikore sugjerojnë se probabiliteti që ne të jetojmë në një realitet bazë është jashtëzakonisht i vogël? Çfarë do të thotë nëse vetë struktura e universit ton, ajo mënyrë se si materia sillet në nivelin më themelor, duket suspekte ngjashme me atë që do të prisnim nga një simulim kompjuterik? Sot do të udhtojmë në njëra ndër pyetjet më të çuditshme dhe më të frikshme që shkenca moderne ka guxuar të bëjë. Do të shohim se si filozofia, fizika kuantike, teoria e informacionit dhe matematika bashkohen për të krijuar një mister që mund të shkatërrojë çdo gjë që besonim se dinim për natyrën e realitetit. Ky nuk është vetëm një ushtrim intelektual abstrakt. Kjo pyetje ka implikime të vërteta, praktike. Për çfarë do të thotë të jesh i vetëdijshëm për natyrën e kohës dhe hapësirës, për vetë ekzistencën tënde? Dhe sa më shumë që shkenca zhvillohet, aq më shumë shenja gjejmë që përputen me hipotezën e simulimit. A jeni gati të vini në dyshim çdo gjë që dini? A mund ta pranoni mundësinë se realiteti juaj mund të jetë thjesht një iluzion i koduar? Atëherë hajdeni, sepse udhëtimi që do të ndërmarrim do të transformojë përgjithmonë mënyrën se si e shihni botën. Viti ishte 2003 kur një filozof në Universitetin e Oxfordit publikoi një artikull që do të ndryshonte përgjithmonë diskutimin filozofik dhe shkencor rreth natyrës së realitetit. Emri i tij ishte Nick Bostrom dhe argumenti i tij ishte kaq i thjeshtë sa ishte i frikshëm. Bostrom nuk pretendonte të provonte se ne jetojmë në një simulim. Në vend të kësaj, ai paraqiti një argument logjik që na detyron të përballemi me tre mundësi, dhe të tre janë po aq shqetësuese njëra si tjetra. Por para se të zhytemi në këtë argument, le të ndalemi një moment. Le ta bëjmë këtë më konkrete. Kur themi simulim, çfarë nënkuptojmë saktësisht? Mendoni për lojrat moderne të videove? Mendoni për sa realistike janë bërë? Karakteret kanë fytyrë që shprehin emocion, mjediset janë të pasura me detaje. Fizika e lojës simulon gravitetin, fërkimin, përplasjet. Por këto janë vetëm piksel në një ekran. Informacion që është duke u procesuar nga një kompjuter, duke krijuar një iluzion bindës të realitetit. Tani imagjinoni një simulim kaq të avancuar, saqë qeniet brenda tij nuk mund ta dallojnë nga realiteti. Një simulim ku çdo atom, çdo foton, çdo ndërveprim kuantik është i koduar dhe i ekzekutuar në një kompjuter jashtëzakonisht i fuqishëm. Një simulim ku edhe vetëdia, aftësia për të menduar, për të ndjerë, për të qenë, shfaqet si një proces emergjent nga kompleksiteti i kodit themelor. A është e mundur një gjë e tillë? Dhe nëse është e mundur, si mund ta dimë nëse ne nuk jemi tashmë brenda saj? Këto janë pyetjet që Bostrom i formuloi në një mënyrë rigoroze matematikore. Dhe logjika e tij është kaq e fuqishme sa që është pothuajse e pamundur ta shmangësh. Ja se si funksionon argumenti. Imagjinoni një civilizim të ardhshëm. Mund të jetë njerëzimi miliona vite në të ardhmen, ose mund të jetë një civilizim tjetër inteligjent diku në univers. Ky civilizim ka arritur në atë që quhet niveli post-njerëzor, një fazë ku teknologjia e tyre është aq e avancuar sa që mund të krijojnë simulime të plotë të universive, komplet me qenie të vetëdijshme brenda tyre. Nëse një civilizim i tillë ekziston dhe ka interes për të simuluar universin e tyre të kaluar, ndoshta për të studiuar historinë e tyre ose për të kuptuar zhvillimin e jetës dhe të vetëdijes, atëherë ata mund të krijojnë jo vetëm një simulim, por miliona apo miliarda simulime. Çdo simulim do të përmbante triliona qenie të vetëdijshme që mendojnë se po jetojnë në një univers real. Tani bëni llogaritjen. Nëse ekziston vetëm një univers bazë, por miliona simulime, atëherë probabiliteti që ju të jeni në universin bazë është jashtëzakonisht i vogël. Nga pikpamja statistikore, është shumë më e mundshme që ju të jeni një nga trilionat qenie të simuluara, sesa të jeni një nga qeniet rrallë që jetojnë në realitetin bazë. Por prisni,
historia bëhet edhe më interesante. Bostrom nuk thot thjesht se ne ndoshta jetojmë në një simulim. Ai thot se duhet të jetë e vërtet njëra nga këto 3 gjëra. E para, pothuajse të gjitha civilikimet në nivelin ton të zhvillimit shkatërohen përpara se të arrijnë në fazën post-njerëzore. Kjo do të thotë se ka një filter të madh diku në të ardhmen. Ndoshta një luftë nukleare globale, ndoshta një katastrofë ekologjike, ndoshta diçka që ende nuk e kemi imagjinuar, që e zhduk civilizimin përpara se ai të mund të ndërtojë simulimet. E dyta, civilikimet që arrin në nivelin post-njerëzor humbasin çdo interes për të krijuar simulime të kaluarës së tyre. Ndoshta konsiderojnë të pamoralshme të krijojnë qenie të vetëdijshme për qëllime eksperimentale. Ndoshta janë të fokusuar në diçka krejt tjetër. Ndoshta përvoja e arritur në atë nivel i bën simulimet e kaluarës të duken trivialisht të parëndësishme. E treta, ne pothuajse me siguri jetojmë në një simulim. Sepse nëse asnjëra prej 2 mundësive të para nuk është e vërtet, nëse civilikimet post-njerëzore ekzistojnë dhe kanë interes për të krijuar simulime, atëherë numri i qenieve të simuluara do të tejkalojë aq shumë numrin e qenieve të vërteta, saqë probabiliteti që ju të jeni real është afër zeros. Le çojeni përsëri këtë. Le ta përtupsim. Bostrom nuk po thot se ne definivisht jetojmë në një simulim. Ai po thot se ose ne jetojmë në një simulim, ose diçka mjaft e tmerrshme ndodh me të gjitha civilikimet e avancuara, ose çdo civilizim i avancuar vendos të mos krijojë simulime për arsye që ne nuk i kuptojmë ende. Të 3 mundësit kanë implikime të thella, por e treta, mundësia që ne jemi të simuluar, është ajo që duket më pak shqetësuese në një sens. Sepse të paktën atëherë ka ende një realitet bazë diku atje, dhe civilizimi që na simulon ka mbijetuar filtrat ekzistencial që kërcënojnë ne. Por si ndiheni duke e ditur këtë? Si ndiheni duke e ditur se logjika e pastër matematikore sugjeron se ju mund të mos jeni një qenie fizike që ekziston në një univers material, por një model informacioni që po ekzekutohet në një kompjuter të paimagjinueshëm? Be këtu vjen pyetja e vërtet që duhet t'ju bëj. A e ndryshon kjo ndonjë gjë? Nëse ju jeni të simuluar, por nuk mund ta dalloni dallimin, nëse çdo përvojë juaj është e vërtet për ju, nëse vetëdia juaj ekziston pavarësisht nga substratum fizik që e mbështet, atëherë a ka rëndësi nëse bazuar në atomet klasike apo në bite informacioni? Disa filozofë argumentojnë se nuk ka, që realiteti është ai që përjetojmë, pavarësisht nga shtresëzimi i thellë i strukturës së tij. Por të tjerët pohojnë se ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe, sepse nëse jemi të simuluar, atëherë ekziston një nivel më i lartë i realitetit, një nivel ku qeniet që na krijuan kanë kontroll absolut mbi ekzistencën tonë. Ata mund të kandezin apo ta shfaqin simulimin. Ata mund ta modifikojnë rregullat, ata mund të vendosin çfarë ndodh brenda botës sonë. Dhe ne nuk do ta dini asnjëherë, sepse nga perspektiva jon, çdo gjë që ata vendosin bëhet thjesht QOT2. Mendojeni për një moment. Nëse ju jeni një personazh në një lojë videosh dhe zhvilluesi vendos të ndryshoj kodin, ju nuk do ta përjetoni si një ndërhyrje e jashtme. Ju thjesht do ta përjetoni si një ndryshim në mënyrën se si bota juaj funksionon. Nuk do të kishte mënyrë për ju të dini se realiteti juaj sapo u modifikua nga dikush jashtë. A është e mundur që disa nga _QUOTE_3_ që ne i konsiderojmë themelore, shpejtësia e dritës, konstanta gravitacionale, ngarkesa elektrike, janë thjesht parametra të zgjedhur nga simulatorët tanë? A është e mundur që evolucioni biologjik, vetë historia e civilizimit ton, është duke ndjekur një rrugë të caktuar sepse kjo është ajo që dëshironin të studionin? Këto pyetje mund të duken tërësisht spekulimi, por ato kanë një pasojë praktike. Ato na detyrojnë të rishikojmë çfarë nënkuptojmë me __quote_4 __me _quote_5 me _quote_6 Dhe ato hapin dyer për një lloj të ri kërkimi shkencor, kërkimi për prova që mund të na tregojnë nëse ne jemi apo nuk jemi në një simulim. Por a ka prova të tilla? A ka mënyra për të testuar këtë hipotezë?
A mund të gjejmë _QUOTE_7_ të simulatorëve tanë në strukturën e vetë universit? Përgjigja është ndoshta po. Dhe kjo na çon në disa nga zbulimet më të çuditshme në fizikën moderne. Zbulime që, kur i shihni me kujdes, fillojnë të duken suspekt në përputhje me atë që do të pristin nga një simulim. Por përpara se të shkojmë atje, duhet të ndalemi dhe të pyesim: pse duhet të na interesojë kjo? Pse duhet të shpenzojmë energji mendore duke u përpjekur të kuptojmë nëse jemi apo nuk jemi të simuluar? Ja pse. Sepse nëse kuptojmë natyrën e vërtet të realitetit ton, ne mund të kuptojmë gjithashtu edhe kufizimet e tij. Ne mund të gjejmë rrugë për të vepruar që nuk janë të dukshme kur supozojmë se jetojmë në një univers fizik klasik. Ne mund të zbulojmë shkelje në kod, vende ku simulimi nuk është perfekt, vende ku mund të shohim përtej velit. Dhe nëse ekziston një mënyrë për të komunikuar me simulatorët tanë, apo edhe për të dalë nga simulimi, atëherë njohja e natyrës sonë të simuluar do të ishte hapi i parë drejt asaj lirie. Por a e dëshironi vërtet këtë lirinë? A e dëshironi vërtet të dini? Sepse nëse zbuloni se realiteti juaj është thjesht kod, se çdo gjë që keni dashur dhe për të cilën keni luftuar është vetëm informacioni strukturuar, si do të ndikonte kjo në mënyrën se si jetoni? A do të bëhej jeta e pakuptimt, duke ditur se nuk jeni vërtet real? Apo ndoshta do të bëhej edhe më e çmueshme, duke ditur se edhe për brenda këtij kufizimi, vetëdia juaj, përvojat tuaja, marrëdhëniet tuaja, janë gjithashtu reale në një kuptim të thellë? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por ato janë pyetje që duhet t'i bëjmë nëse dëshirojmë të kuptojmë vërtet se kush jemi dhe ku ekzistojmë. Në kapitullin vijues, do të shohim se si fizika kuantike, shkenca që studion natyrën e materialës në nivelin më themelor, ka zbuluar disa veçori të çuditshme të realitetit që përputhen në mënyrë shqetësuese me atë që do të pristim nga një simulim kompjuterik. Do të shohim se si hapësira dhe koha mund të mos jenë kontinuume të lëmuara, por të diskretuara, si pikselet në një ekran. Do të shohim se si universi duket se ka një kufi në sasi informacioni që mund të përmbajë. Dhe do të shohim se si vetë akti i vëzhgjimit duket se ndikon në atë që vëzhgojmë, si një lloj videosh që ngarkon vetëm atë pjesë të botës ku po shikon dojtari. Por për tani, mendoni për këtë. Cilën nga 3 mundësitë e Bostromit mendoni se është më e mundshme? A mendoni se civilikimet vetë shkatërohen? A mendoni se civilikimet e avancuara humbasin interesin për simulime? Apo a mendoni se, ndoshta, ne tashmë jetojmë në një prej atyre triliona simulimeve, duke u bërë pyetje si këto në një program që dikush tjetër e ka shkruar shumë kohë më parë? Nëse universi është një simulim kompjuterik, atëherë duhet të ketë gjurmë, duhet të ketë dëshmi që hapësira dhe koha nuk janë ato që duken. Duhet të ketë vende ku iluzoni shkëputet, ku kodi bëhet i dukshëm. Dhe ja ku bëhet e çuditshme. Ne i kemi gjetur këto gjurmë. Është fundi i viteve 20 të shekullit 20 dhe fizikanët janë duke studiuar natyrën e hapësirës në shkallën më të vogël të mundshme, shkalla e quajtur gjatësia e Planckut. Kjo është një matësi aq e vogël sa që bën atomin të duket i madh si një galaktik. 1 centimetër përmban 10 milion trilion gjatësi Planck. Në këtë shkallë, koncepti ynë i zakonshëm i hapësirës fillon të shpërbëhet. Por çfarë gjetën fizikanët këtu, në këtë shkallë ekstreme? Gjetën se hapësira nuk është e vazhdueshme. Nuk është një pëllhur e lëmuar që shtrihet pafundësisht. Në vend të kësaj, hapësira duket se ka një strukturë të granuluar, të diskretizuar, si pikselat në një ekran digital. Ka një madhësi minimale që nuk mund të ndahet mëtej. Ka një kuant bazë të realitetit. Lërini ta perceptoni këtë. Nëse lëvizni nga një pikë në hapësirë në një tjetër, ju nuk po lundroni në mënyrë të qetë përmes një kontinuumi. Ju po kërceni nga një pikseli hapësinor në tjetrin. Lëvizja juaj nuk është e vazhdueshme. Ajo është një seri e kërcimeve të vogla diskrete që ndodhin aq shpejt sa që nuk mund t'i perceptoni. Kjo është pikërisht ajo që do të prisnim nga një simulim kompjuterik. Mendoni për lojrat tuaja të videove. Pavarësisht se sa të lëmuara duken, ato gjithmonë bazohen në një rrjet diskret. Karakteret lëvizim nga një piksel në tjetrin. Bota e lojës është e bërë nga njësi të vogla individuale. Ka një rezolucion minimal për te të cilit loja nuk mund të shkojë.
Veja ku bëhet edhe më interesante, në lojrat moderne, ne shpesh përdorim atë që quhet __, QUOTE __, versioni 3-dimensional i pikselve. Imagjinoni një hapësirë 3-dimensionale të ndarë në kube të vogla, secili nga të cilët mund të ketë prona të caktuara. Kjo është mënyra se si shumë simulime moderne kodojnë hapësirën. Dhe tani zbulojmë se universi ynë mund të funksionojë në një mënyrë të ngjashme. Teoricienët e gravitetit kuantik kanë propozuar se në shkallën e Planckut, hapësira nuk është elmuar, por është e bërë nga njësi diskrete të quajtura __, QUOTE, _, apo _QUOTE, _, Çdo njësi përmban një kuantitet minimal të hapësirës që nuk mund të subdividohet më tej. Hapësira pra është e granulluar, si rëra në një plazh, por rëra aq e vogël sa që një kokër e vetme është më e vogël se një atom me faktore të paimagjinueshme. Por pse? Pse do të duhej të ishte hapësira e granulluar? Pse nuk mund të jetë pafundësisht e ndarë? Këtu vjen një argument i fuqishëm nga shkenca kompjuterike. Nëse hapësira do të ishte vërtet e vazhdueshme, atëhere edhe një rajon i vogël i hapësirës do të përmbante një sasi të pafundme informacioni. Çdo pikë në hapësirë do të kishte koordinata që kërkojnë numra me shifra të pafundme për t'u përshkruar. Por një kompjuter, qoftë edhe një kompjuter i paimagjinueshëm i fuqishëm, nuk mund të ruajë një sasi të pafundme informacioni në një rajon të fundëm. Pra, nëse universi është i simuluar, ai duhet të ketë një rezolucion minimal. Duhet të ketë një madhësi më të vogël përtej të cilës simulatori thjesht nuk simulon asgjë më. Dhe kjo është pikërisht ajo që vëzhgojmë, por kjo nuk është e gjitha. Ka edhe një çuditësi tjetër në mekanikën kuantike që bën të tingëllojë një alarm në mendjen e çdo shkencëtari kompjuterik. Superpositioni kuantik. Në botën kuantike, një grimc mund të ekzistojë në shumë gjendje në të njëjtën kohë derisa të matet. Një elektron, për shembull, nuk ka një pozicion të caktuar derisa dikush e vëzhgon. Përpara matjes, ai ekziston në një superpozicion të gjitha pozicioneve të mundshme. Por pse? Pse do të duhej të sillet materia kështu? Ja një shpjegim i mundshëm. Imagjinoni se jeni duke krijuar një lloj video shumë të madhe. Kaq të madhe saqë nuk mund të simuloni çdo objekt në çdo moment. Kjo do të kërkonte shumë fuqi procesimi. Pra, çfarë bëni? Ju optimizoni. Ju vendosni se nuk do ta përcaktoni gjendjen e çdo objekti derisa lojtari të duhet ta di. Derisa lojtari shikon një zonë të caktuar, shumica e objekteve atje janë në një gjendje të papërcaktuar. Ato ekzistojnë si mundësi, jo si realitete të plota. Vetëm kur lojtari fokusohet në një objekt specifik, programi juaj përcakton gjendjen e tij aktuale. Kjo është pikërisht ajo që ndodh në mekanikën kuantike. Grimcat ekzistojnë në superpozicion, në një gjendje të papërcaktuar, derisa vëzhgohen. Kjo duket si një optimizim i përsosur për një simulim. Mos shpenzo burime kompjuterike duke përcaktuar gjendjen e çdo grimce në univers. Përcaktoje vetëm kur dikush po shikon. Mendoni për impenicimet e kësaj? Nëse kjo është e vërtet, atëherë universi nuk ekziston plotësisht kur askush nuk po e vëzhgon. Pjesë të mëdha të universit janë në një gjendje të papërcaktuar, si nivelet e ngarkuar në një lojë që nuk janë renderuar derisa lojtari të shkojë atje. A e keni ndjerë ndonjëherë kur keni shkuar në një zonë të re në një lojë videosh dhe keni parë objektet që po popin, duke u shfaqur papritur ndërsa loja po i ngarkon ato? Ndoshta universi ynë po bën të njëjtën gjë, por aq shpejt saqë ne nuk e vëmë re. Dhe ja edhe një detaj tjetër që bën të mendosh. Drita, fotoni, ka një shpejtësi maksimale. Asgjë nuk mund të lëviz më shpejt se drita. Pse? Pse do të duhet të ketë një kufi shpejtësie në univers? Sërish, mendoni për një simulim kompjuterik. Çdo simulim ka atë që quhet tick rate, sa shpejt programi përditson gjendjen e lojës. Në një lojë me një tick rate prej 20 herë për sekond, asgjë brenda lojës nuk mund të lëviz më shpejt se lejon tick rate. Ka një shpejtësi maksimale informacioni që përpunon simulatori. Shpejtësia e dritës mund të jetë tick rate i universit ton. Mund të jetë shpejtësia maksimale me të cilën informacioni mund të përhapet përmes substratit të simulimit.
Asnjë sinjal, asnjë lëvizje, asnjë shkak nuk mund të udhtojë më shpejt se kjo. Sepse kjo është sa shpejt simulatori mund të përpunojë informacion. Dhe këtu është diçka edhe më e çuditshme. Koha vet nuk është absolute. Sipas teorisë së relativitetit të Einsteinit, koha kalon me shpejtësi të ndryshme në varësi të shpejtësisë me të cilën lëvizni dhe fushës gravitacionale ku gjendeni. Sa më shpejt të lëvizni, aq më ngadalë kalon koha për ju. Sa më afër një objekti masiv, aq më ngadalë kalon koha. Kjo, sërish, duket si një artifakt i një simulimi. Imagjinoni se po simuloni një univers dhe keni një sasi të kufizuar të fuqisë së përpunimit. Kur objektet të caktuara lëvizin shumë shpejt ose janë në fusha të forta gravitacionale, simulimi i tyre bëhet më kompleks, kërkon më shumë llogaritje për sekond. Pra, çfarë bëni? Ju ngadalsoni koeficientin e përditësimit të tyre. Ju i simuloni ato me një tik rate më të ngadalt. Nga perspektiva e tyre, koha kalon normalsisht. Por në krahasim me pjesën tjetër të simulimit, ata janë duke u ngadalsuar. Kjo është pikërisht ajo që ndodh në universin ton. Astronautët që udhtojnë me shpejtësi të lartë plakin më ngadalë se njerëzit në tokë. Orët në satelitët GPS duhet të korrigjohen vazhdueshëm, sepse koha po kalon me shpejtësi ndryshe atje se në sipërfaqen e tokës. Të gjitha këto janë në përputhje të përsosur me atë që do të prisnim nga një simulim i kufizuar nga fuqia e përpunimit. Por le të shohim edhe diçka tjetër, diçka që është edhe më e çuditshme. Në mekanikën kuantike, grimcat nuk janë objekte solide. Ato janë të përshkruara nga funksione vale, ekuacione matematikore që përshkruajnë probabilitetin që grimca të gjendet në vend të ndryshme. Vetëm kur e matni grimcën, funksioni i valës kolapson dhe grimca shfaqet në një vend specifik. Pse të funksionojë realiteti kështu? Pse të jetë baza e çdo gjëje një ekuacion matematikor sesa një objekt fizik? Sepse ekuacionet matematikore janë mënyra se si kompjuterët përshkruajnë botën. Kodi është matematik. Nëse universi është i simuluar, atëherë gjithçka në të është në fundit matematik. Ekuacione që po ekzekutohen nga një procesor. Veja ku bëhet vërtet e thellë. Fizikanët kanë zbuluar se ligjet e natyrës mund të shprehet në një formë të veçantë matematikore, të quajtur teoria e informacionit kuantik. Sipas kësaj qasjeje, graviteti, elektromagnetizmi, forcat nukleare, të gjitha këto nuk janë forca fizike fundamentale. Ato janë mënyra se si informacioni përpunohet dhe transferohet përmes universit. Me fjalë të tjera, fizika mund të reduktohet në shkencë kompjuterike. Universi mund të jetë në fundit një kompjuter i madh kuantik që po ekzekuton një program jashtëzakonisht të sofistikuar. Por nëse kjo është e vërtet, mund të ketë edhe gabime në kod. Mund të ketë bage në simulim. A keni dëgjuar për anomali kuantike? Këto janë fenomene në fizikën e grimcave, ku rezultatet e matjeve nuk përputhen plotësisht me parashikimet teorike. Zakonisht, këto shpjegohen si pasaktësi në modelet tona. Por çfarë nëse ato janë vërtet gabime në simulim? Vende ku kodi nuk funksionon plotësisht ashtu siç duhet, fizikanët eksperimental kanë propozuar edhe teste të mundshme për të detektuar një simulim. Një ide është të kërkojmë pikselizim në rrezatimin kozmik në sfond, rrezatimin që mbetet në shpërtimi i madh. Nëse universi ka një rezolucion minimal, atëherë duhet të ketë një shkallë më të vogël në të cilën modelet në këtë rrezatim bëhen të çrregullta, sikur zmadhoni një foto dikshitale shumë dhe filloni të shihni pikselet individual. Deri më tani nuk kemi gjetur një pikselizim të tillë, por kjo nuk e përjashton simulimin. Thjesht do të thotë se nëse jemi të simuluar, rezolucioni është aq i lartë saqë ne nuk mund ta detektojmë ende me teknologjinë tonë aktuale. Dhe këtu është një pyetje që duhet të bëjmë. Nëse simulatorët tanë duan që ne të mos zbulojmë se jemi të simuluar, a nuk do të ishin mjaft të zgjuar për të fshehur provat? A nuk do ta bënin rezolucionin aq të lartë saqë ne nuk do të mund ta detektojmë kurrë? Ose ndoshta, dhe kjo është një mendim edhe më shqetësues, ndoshta ata nuk u intereson nëse e zbulojmë apo jo. Ndoshta ne jemi si karakteret në një lojë videosh që zbulojnë se janë kod, por kjo zbulim nuk ndryshon asgjë, sepse ne ende nuk mund të dalim nga loja. Por a është kjo vërtet e vërtet? A jemi ne të pafuqishëm nëse jemi të simuluar? Apo ka mënyra për të shfrytëzuar natyrën e simulimit për të bërë gjëra që përndryshe do të ishin të pamundura?
Disa fizikanë kanë sugjeruar se nëse kuptojmë se jemi në një simulim, ne mund të gjejmë eksploite, mënyra për të shfrytëzuar anomalit në kod për të arritur rezultate të jashtëzakonshme. Si hakerët që gjejnë vulnerabilitete në program, ne mund të gjejmë mënyra për të hakuar realitetin. Tingëllon si fantashkencë? Ndoshta, por mendoni për këtë. Për shekuj, alshimistët përpiqeshin të transformonin plumbin në arë. Kjo duke e pamundur sepse presupozonim se elementet janë themelore dhe të pandryshrueshme. Por tani e dim se elementet janë vetëm konfigurime të ndryshme të grincave atomike. Me teknologji të avancuar, si një akselerator grimcash ose një reaktor nuklear, ne në fakt mund të transformojmë një element në një tjetër. Ne e hakuam kufizimin klasik të elementeve duke kuptuar strukturën e thellë të materiales. Çfarë kufizimesh të tjera mund të hakojmë, nëse kuptojmë se realiteti është informacioni strukturuar? Çfarë pamundësish mund të bëhen të mundshme? Por këtu është pyetja që duhet të bëjmë. A duam vërtet ta bëjmë këtë? A duam vërtet të shkatërrojmë velon, të shohim makinën prapa perdeve? Sepse nëse zbulojmë se jemi kod, nëse mësojmë të manipulojmë substratën e realitetit, Çfarë e humbim në proces? A e humbim sensin e mrekullisë? A e humbim ndjenjen se jeta ka kuptim? A bëhemi si fëmijë që zbulojnë se babai i krishtlindjeve nuk është real, të zhdënjyer, të dëmtuar, duke u përpjekur të rikthejmë magjinë që kemi humbur? Apo ndoshta zbulimi do të ishte çlirimtar? Ndoshta të dish që je kod të lejon të lëvizësh ndryshe përmes botës. Ndoshta të heq peshën e të menduarit se duhet të jesh i përsosur, sepse je vetëm një program që po ekzekutohet. Dhe programet mund të modifikohen, mund të optimizohen, mund të rishkruen. Këto janë pyetje pa përgjigje të lehta, por ato janë pyetjet që shkenca moderne na detyron të përballemi. Sepse sa më thellë që shohim në natyrën e realitetit, aq më shumë duket si informacioni strukturuar, si kodi ekzekutuar, si simulim. Në kapitullin vijues, do të shohim një zbulim edhe më të çuditshëm. Një zbulim që sugjeron se universi ynë mund të jetë jo vetëm i granuluar, por edhe i shtypur. Që e gjithë informacionin në një rajon tridimensional të hapësirës mund të jetë i koduar në një sipërfaqe dydimensionale, si një hologram. Kjo ide, e quajtur parimi holografik, mund të jetë gjurma më e qartë ende që universi ynë është një simulim i sofistikuar. Por përpara se të shkojmë atje, ndalni dhe pyesni veten. Nëse zbulonit nesër se realiteti juaj është një simulim, çfarë do të ishte gjëja e parë që do të donit të bënit? A do të përpiqeshit të komunikonit me simulatorët? A do të kërkonit një rrugë për të dalë? Apo do të vazhdonit të jetonit ashtu siç keni bërë gjithmonë, duke ditur se edhe brenda simulimit jeta juaj është reale për ju? Nëse do t'ju thosha se çdo gjë që ka ndodhur ndonjëherë në dhomën ku ndodheni tani, çdo lëvizje, çdo fjalë, çdo mendim, mund të jetë koduar në muret përreth jush, a do ta besonit? Që informacioni nuk është i ruajtur në hapësirën tridimensionale ku mendoni se jetoni, por në një sipërfaqe dydimensionale që e rreton atë hapësirë. Kjo tingëllon e çmendur, por është pikërisht ajo që një nga teoritë më të avancuara në fizikë moderne na tregon. Ajo quhet parimi holografik, dhe nëse është e vërtet, ajo transformon tërësisht mënyrën se si kuptojmë realitetin. Por le të fillojmë me një hologram të vërtet, atë lloj që ndoshta keni parë në një kartë krediti ose në një etiket sigurie. Një hologram është një imazh dydimensional që krijon iluzionin e thellësisë tridimensionale. Kur e shikoni nga kënd të ndryshme, imazhi duket se ndryshon, si një objekt real. Por nuk ka asgjë vërtet tridimensional atje. Është e gjithë informacioni koduar në një sipërfaqe të sheshtë. Tani, imagjinoni diçka shumë më radikale. Imagjinoni se universi juaj i plot tridimensional është si ai hologram, që çdo gjë që përjetoni, thellësia, lartësia, largësia, vetë rrjeda e kohës, është një projektim nga një informacion i koduar në një sipërfaqe dydimensionale diku në skajin e universi. Kjo është parimi holografik. Dhe nuk është fantashkencë. Është një ide serioze e propozuar nga disa nga fizikanet më të shquar në botë, duke përfshirë Gerard Tuft, fituesi i çmimit Nobel, dhe Leonard Susskind, një nga themeluesit e teorisë moderne të vargjeve. Por si arritën fizikanet në këtë ide të çuditshme?
Historia fillon me vrimen e zezë. Në vitet 70, fizikani britanik Stephen Hawking zbuloi diçka të habitshme. Vrimcat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato emetojnë një lloj rrezatimi jashtëzakonisht të dobët që tani quhet rrezatimi Hawkingut. Me kalimin e kohës, një vrim e zezë do të humbas energji përmes këtij rrezatimi dhe përfundimisht do të avullojë plotësisht. Por kjo krijoi një problem të thellë. Kur një vrim e zezë gëlltit material, yje, planete, çdo gjë, gjithë informacioni për atë material duket se humbet përgjithmonë. Dhe kur vrima e zezë avullon, informacioni duket se zhduket në universi. Por kjo shkelte një parim themelor të mekanikës kuantike. Informacioni nuk mund të shkatërohet. Mund të transformohet, mund të kaotizohet, mund të bëhet jashtëzakonisht i vështirë për turimar, por nuk mund të zhduket plotësisht. Kjo njihet si _QUOTE_24_24_. Për dekada, fizikanet u përpoqen të zgjidhin këta paradoks, dhe zgjidhja që propozuan ishte kaq radikale sa që ndryshoi tërësisht kuptimin ton të realitetit. Zgjidhja ishte kjo: informacioni nuk humbet në një vrim të zezë. Në vend të kësaj, ai kodifikohet në sipërfaqen e vrimës së zezë, në atë që quhet _quote_25__, kufiri përtej të cilit asgjë nuk mund të shpëtojë. Sipërfaqja e kësaj kufiri, pavarësisht se sa masive është vrima e zezë, ruan një regjistrim të plot të çdo gjëje që është rënë brenda. Mendoni për këtë. Një vrim e zezë është një objekt tridimensional, por gjithë informacioni për atë që përmban ruhet në sipërfaqen e saj dydimensionale. Tretdimensioni, thellësia, është në një sens një iluzion. E vërteta është e koduar në sipërfaqe. Dhe pastaj fizikanet bën një hap edhe më të guximshëm. Nëse kjo është e vërtet për vrimsat e zeza, pse të mos jetë e vërtet për universin e plot? Ndoshta tërë universi ynë tridimensional është një projektim holografik, nga informacioni koduar në një sipërfaqe dydimensionale shumë larg. Në atë që mund të jetë _QUOTE_26__ i universit. Gjithçka që përjetojmë, çdo objekt, çdo ndërveprim, vetë jetët tona, është si një hologram i projektuar nga kjo sipërfaqe e largët. Por nëse kjo është e vërtet, kjo ka implikime të tmerrshme për natyrën e realitetit. Së pari, kjo do të thotë se tridimensionaliteti i eksperiencës son është një iluzion. Ne mendojmë se jeton në një hapësirë të plot tridimensionale, por në realitet, ne jemi informacioni koduar në një sipërfaqe dydimensionale. Tret dimensioni, përvoja jone e thellësisë, e largësisë, e lëvizjes përmes hapësirës, është një artefakt i mënyrës se si informacioni është i dekoduar dhe i projektuar. Së dyti, kjo do të thotë se ka një kufi për shumësinë e informacionit që një rajon i hapësirës mund të përmbajë. Imagjinoni një dhomë. Thoni një dhomë 10 metra me 10 metra me 10 metra. Sipas parimit holografik, sasia maksimale e informacionit që kjo dhomë mund të përmbajë nuk përcaktohet nga vëllimi i saj, por nga sipërfaqja e mureve të saj. Kjo është një kufizim i çuditshëm. Është si të thuash se një hard disk kompjuteri mund të ruajë vetëm aq informacion sa mund të kodifikohet në sipërfaqen e tij të jashtme, pavarësisht se sa i madh është brenda. Realiteti ka një _QUOTE_27__ që lidhet me sipërfaqen, jo me vëllimin. Dhe kjo është pikrisht ajo që do të prisnim nga një simulim kompjuterik. Mendoni për këtë. Nëse po simuloni një univers tridimensional, mënyra më efikase për ta bërë këtë nuk është të simuloni çdo pikë në hapësirë. Është shumë më eficiente të kodoni informacionin në një strukturë më të ulët dimensionale dhe të projektoni kret dimensionin si një iluzion. Kjo është pikërisht ajo që bëjnë shumë lojra kompjuterike moderne. Ato përdorin teknika si _QUOTE_28__,
ku shumë prej thellësisë dhe detajeve që shihni janë të kalkuluara kur shikoni, jo të ruajtura në mënyrë permanente në memorie. Bota tridimensionale që përjetoni në një lojë nuk ekziston si një strukturë plot tridimensionale në memorien e kompjuterit. Është e projektuar dinamikisht, bazuar në informacion të koduar në mënyra shumë më efikase. Universi ynë mund të funksionojë në një mënyrë të ngjashme, por ja ku bëhet edhe më e çuditshme. Disa fizikan kanë propozuar se sipërfaqja dydimensionale që kodon universin ton nuk është në një vend fizik të largët, është jashtë vetë realitetit ton. Është në një dimension më të lartë, në një nivel më themelor të realitetit ku ligjet tona të fizikës nuk aplikohen. Me fjalë të tjera, universi ynë është një _QUOTE_29__ i ekzekutuar në një realitet më themelor që ne nuk mund ta perceptojmë drejt për drejt. Ne jemi si karakteret në një lojë videosh që nuk mund ta shohin kodin burimor. Ne shohim vetëm projektin e renderuar. Dhe ja ku bëhet edhe më interesante. Fizikanët kanë zbuluar se në disa sisteme fizike, ekuacionet që përshkruajnë sjelljen e grincave në një hapësirë tridimensionale janë matematikisht ekuivalente me ekuacione shumë më të thjeshta të përshkruara në një sipërfaqe dydimensionale. Kjo quhet _QUOTE_30__. Një zbulim që fitoi fitu autorët e tij konsiderim serioz për çmimin Nobel. Ajo që kjo do të thotë është se ka dy mënyra ekuivalente për të përshkruar të njëjtin sistem fizik. Ose mund ta përshkruani atë si grimca që ndërveprojnë në një hapësirë tridimensionale me gravitet, ose mund ta përshkruani atë si fushë që ndërveprojnë në një sipërfaqe dydimensionale pa gravitet. Të dyja përshkrimet japin të njëjtat parashikime. Ato janë thjesht mënyra të ndryshme për të parë të njëjtën realitet. Por cila nga këto përshkrime është QUOTE_31? A jemi vërtet qenie tridimensionale, apo jemi modele informacioni dydimensionale që vetëm duket se ekzistojmë në tre dimensione? Përgjigjja mund të jetë që të dyja janë po aq të vërteta, ose më saktë që pyetja është e pakuptimt. Realiteti mund të mos ketë një _QUOTE_32_. Mund të jetë thjesht struktura matematikore që mund të përshkruhet në mënyra të shumë fishta ekuivalente. Kjo është një ide shkatërruese. Do të thotë që pyetja _QUOTE_33__ mund të mos ketë një përgjigje të qartë, po jo. Sepse nuk ka një nivel të vetëm _QUOTE_34_. Ka nivele të shumë fishta të përshkrimit. Të gjitha po aq të vlefshme. Imagjinoni një lojë videosh që është aq e avancuar, sa që karakteret brenda saj zhvillojnë shkencë dhe fillojnë të zbulojnë se bota e tyre mund të përshkruhet si kod që ekzekutohet në një kompjuter. A do t'i bënte kjo më pak real? A do të ndryshonte faktin se ata kanë vetëdi që përjetojnë, që ndërveprojnë njëri me tjetrin? Ndoshta realiteti është relativisht për nivelin e përshkrimit. Për ne, bota jonë tredimensionale është reale, por për një qenie në një nivel më të lartë të realitetit, ne mund të jemi thjesht modele informacioni në një simulim. Dhe të dyja këto perspektiva mund të jenë po aq të vërteta. Por nëse parimi holografik është i vërtet, kjo ka edhe pasoja praktike që mund të testohen. Për shembull, nëse informacioni është i koduar në sipërfaqe sesa në vëllim, atëherë duhet të ketë një kufi për sa dendur mund të jetë informacioni në një rajon hapësiri. Nuk mund të keni një numër të pafundëm grimkash në një hapësirë të fundme, sepse kjo do të i kalonte kufijtë e ruajtjes që lejon sipërfaqja përcakse. Dhe në fakt, fizika i vendos kufizime të tilla. Ka një densitet maksimal të energjisë që hapësira mund të përmbajë përpara se të kolapsojë në një vrim të zezë. Kjo e njohur si kufiri i Bekenshtabanit është saktësisht ajo që parimi holografik parashikon. Shtësi limiti kapacitetit në një hard disk. Nëse përpiqeni të shkruani më shumë informacion se sa mund të mbajë disku, sistemi dështon. Nëse përpiqeni të shtrydhni më shumë informacion në një rajon hapësirë se sa lejojnë kufijtë holografik, hapësira vetë dështon, duke u kthyer në një vrim të zezë. Universi ka një kapacitet maksimal të storimi. Dhe ja ku bëhet vërtet interesante.
Disa fizikanë kanë llogaritur se nëse përpiqeni të simuloni një rajon hapësirë me të gjithë detajet e saj kuantike, numri i biteve që do t'ju duheshin do të ishte i lidhur me sipërfaqen e rajonit, jo me vëllimin. Kjo është pikërisht ajo që tregon parimi holografik. Me fjalë të tjera, kufizimi i storimit që vëzhgojmë në universin ton është pikërisht lloji i kufizimit që do të prisnim nëse universi ishte një simulim që po përpiqet të optimizojë përdorimin e memorisë. Por nëse jemi të koduar në një sipërfaqe dydimensionale, ku është ajo sipërfaqe? Ku është _quote_36_36 i universit ku informacioni ruhet? Përgjigja mund të jetë kudo ve askund. Sipas disa interpretimeve të principit holografik, çdo rajon i hapësirës është i koduar në kufirin e vet, sipërfaqen që e rrethon. Të gjitha gjëja që ndodhin brenda një dome të kodohen në muret e saj. Gjithçka që ndodh në galaktikën ton kodon në sipërfaqen e saj të jashtme. Dhe kufiri i vet universit të vëzhgueshëm, horizonti kozmik përtej të cilit drita nuk na ka arritur ende, mund të jetë sipërfaqja ku gjithë historia e kozmosit ton është e shkruar. Mendoni për këtë. Çdo ngjarje që ka ndodhur ndonjëherë në universin ton, çdo ill që ka shpërthyer, çdo qelisë që është ndarë, çdo mendim që keni pasur, mund të jetë regjistruar në një sipërfaqe në skajin e universit të vëzhgueshëm. E gjithë historia është atje, e koduar në një formë që ne nuk mund ta lexojmë drejt për drejt. Është si të dish se çdo veprim që bën është duke u regjistruar, duke u shkruar në një lloj shënimi kozmike. Është si të jetosh në një simulim ku çdo fram po rruhet, po asgjë nuk halohet vërtet. A ju shqetëson kjo? A ju ngushëllon? Apo thjesht ju bën më të vetëdijshëm për rëndësinë e çdo momenti, duke ditur se ai regjistrohet përgjithmonë në teksturën e realitetit? Për disa njerëz, kjo ide është çlirimtare. Do të thotë që asnjë përvoja, asnjë jetë, asnjë moment nuk humbet vërtet. Gjithçka ruhet në regjistrin holografik të universit. Ju jeni më shumë se një koleksion i përkohshëm atomesh. Ju jeni një model informacioni që është i shkruar përgjithmonë në strukturën e kozmosit. Por për të tjerët, kjo është friksuese. Do të thotë që nuk ka fshehtësi të vërtet, asnjë mënyrë për të fshirë të kaluarën, asnjë rrugë për të filluar nga e para. Gjithçka që keni bërë ndonjëherë, çdo gabim, çdo turp, çdo moment që dëshiroj të harroni, është e koduar përgjithmonë në regjistrimin kozmik. Çfarë është më shqetësuese për ju? Ideja se keni një _QUOTE_37_ kozmik që nuk mund të fshihet? Apo ideja se kur të vdisni, asgjë nuk ruhet, që ju thjesht të zhdukeni nga ekzistenca pa gjurmë? Parimi holografik na jep një përgjigje të tretë, që edhe pas vdekjes, informacioni që ju përbëjnë ruhet në strukturën holografike të universit. Ju nuk vazhdoni të jetoni në kuptimin e zakonshëm, por QUOTE-38 juaj nuk humbet kurrë. A është kjo ngushëllim? Apo është thjesht një mënyrë tjetër për të thënë se ju jeni vetëm informacion? Një model të dhënash që pasi programi përfundon nuk ka më ekzistencë subjektive? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet, jo ende. Por ato janë pyetjet që duhet t'i bëjmë nëse duam të kuptojmë se çfarë do të thotë të ekzistosh në një univers që mund të jetë një projektim holografik nga një realitet më themelor. Në kapitullin vijues do të shohim një fenomen edhe më të çuditshëm, fenomeni i vëzhguesit. Do të shohim se si vetë akti i të vëzhguarit diçka duket se ndikon në atë që po vëzhgojmë, që realiteti nuk ekziston në një formë të caktuar derisa dikush e shikon. Dhe se kjo mund të jetë prova më e fortë ende që ne jetojmë në një simulim që optimizon burimet e saj duke e renderuar realitetin vetëm kur është i nevojshëm. Por para se të shkojmë atje, pyesni veten, nëse zbulonit se çdo veprim juaj po regjistrohet përgjithmonë në një regjistër kozmik, a do të jetonit ndryshe? A do të bëheshit më të kujdesshëm për veprimet tuaja? Apo do të thonit se nëse gjithçka regjistrohet, atëherë gjithçka ka rëndësi të barabartë? Pra pse të shqetësohesh? Imagjinoni një lloj videosh ku bota ekziston vetëm kur po shikoni në atë drejtim. Kur ktheni kokën, pjesët e botës pas jush zbehen në një gjendje të papërcaktuar. Jo të renderuara, jo të simuluara,
thjesht duke pritur për të u aktivizuar kur t'i shikoni përsëri. Kjo do të ishte një mënyrë jashtëzakonisht efikase për të simuluar një botë të madhe me burime të kufizuara. Simuloni vetëm atë që lojtari po përjeton në momentin e dhënë. Tingëllon si një truk kompjuterik apo jo? Por ja ku bëhet e çuditshme. Universi ynë duket se funksionon pikrisht kështu. Ne e quajmë këtë efektin e vëzhguesit, dhe është një nga fenomenet më të shqetësuara në mekanikën kuantike. Është një fenomen aq i çuditshëm, aq i kundërt me logjikën e zakonshme, saqë vetë Einsteini e refuzoi për shumë vite duke thënë, hëna është atje edhe kur askush nuk po e shikon. Por eksperimentet e shumta kanë treguar të kundërtën. Le të fillojmë me eksperimentin më të famshëm që demonstron këtë efekt. Eksperimentin e 2 frakturave. Imagjinoni se keni një burim që dërgon elektrone, grimca shumë të vogla me ngarkesë negative, drejt një muri me 2 fraktura të ngushta në të. Pas murit ka një ekran që regjistron ku bien elektronet. Tani, sipas logjikës së zakonshme, çdo elektron duhet të kalojë përmes njërës frakturës ose tjetrës. Dhe kur të mbledhni rezultatet, duhet të shihni 2 shiritat në ekran. Njëri përgjigjet elektroneve që kaluan përmes frakturës së parë, tjetri përgjigjet atyre që kaluan përmes frakturës së dytë. Por kjo nuk është ajo që ndodh. Në vend të kësaj, shihni një model interferimi, një seri shiritash të ndritshme dhe të errëta që duket se krijohet kur valët ndërhyjnë me njëra tjetrën. Është sikur çdo elektron po kalon përmes të 2 frakturave në të njëjtën kohë dhe po ndërhyjnë me vetveten. Kjo është e çuditshme, por bëhet edhe më e çuditshme. Nëse vendosni detektor pranë frakturave për të parë se përmes cis fraktur kalon çdo elektron, modeli interferimit zhduket. Tani shihni vetëm 2 shiritat, sikur elektronet po sillen si grinca të ngurta që kalojnë përmes njërës fraktur ose tjetrës, jo si valë që kalojnë përmes të dyja. Me fjalë të tjera, vetë akti i vëzhgjimit ndryshon sjelljen e elektroneve. Kur askush nuk po shikon, elektronet sillen si valë që ekzistojnë në superpozicion, kalojnë përmes të 2 frakturave. Por në momentin që dikush vendos një detektor për të parë se çfarë po ndodh, elektronet zgjedhin një fraktur dhe sillen si grimca të zakonshme. Është sikur universi është duke e simuluar realitetin në një mënyrë të papërcaktuar, të probabilistike, derisa dikush shikon në të cilën pikë ai renderon një rezultat specifik. Por pse? Pse do të duhej të sillet materia kështu? Këtu është një shpjegim i mundshëm nga perspektiva e një simulimi. Simulimi i çdo grimce në një gjendje të caktuar në çdo moment do të kërkonte një sasi të paimagjinueshme të fuqisë së përpunimit. Por nëse simuloni vetëm probabilitetet, gjendjet e mundshme pa një rezultat specifik, derisa dikush kërkon të di rezultatin, atëherë mund të kurseni shumë burime. Është pikërisht ajo që bëjnë lojrat moderne. Ato nuk simulojnë çdo objekt në detaje të plota derisa lojtari të jetë pranë. Objektet në distancë mund të jenë thjesht modele të thjeshtuara ose madje fare të parenderuara. Vetëm kur lojtari fokusohet në një zonë specifike, loja e renderon atë zonë me detaje të plota. Universi ynë mund të funksionojë në një mënyrë të ngjashme. Ai nuk renderon realitetin me detaje të plota derisa një vëzhgues e kërkon këtë informacion. Dhe eksperimentet bëhen edhe më të çuditshme. Ka një variant të eksperimentit të 2 frakturave që quhet eksperimenti i zgjedhjes së vonosur. Në këtë version, ju vendosni nëse do të vëzhgoni se përmes cilës fraktur kalon elektroni, pasi ai ka kaluar tashmë përmes frakturave, madje pas se ai ka arritur në ekran. Sipas logjikës së zakonshme, kjo nuk duhet të ketë ndikim. Elektroni tashmë ka kaluar përmes frakturave. Çdo gjë që do të ndodhte ka ndodhur tashmë. Vendimi juaj për të vëzhguar apo jo nuk duhet të ndryshojë të kaluarën. Por eksperimentet tregojnë se në fakt ndryshon. Nëse vendosni të vëzhgoni se përmes cilës fraktur kaloi elektroni, edhe pas se ai ka kaluar, modeli i interferimit zhduket. Sikur elektroni e dinte se do të vëzhgohej dhe zgjedi të silej si grimcë që kaloi përmes një frakture të vetme. Me fjalë të tjera, vendimi juaj në të tashmen mund të ndikojë në sjelljen e grimcave në të kaluarën. Kjo quhet kauzaliteti retroaktiv dhe është një nga fenomenet më shqetësuese në mekanikën kuantike. Sugjeron se koha nuk rrihet në mënyrë lineare nga e kaluara në të ardhmen.
ose të paktën, vendimi për të vëzhguar diçka mund të krijojë një të kaluar specifike ku ajo gjë kishte një gjendje të caktuar. Nga perspektiva e një simulimi, kjo ka sens. Simulimi nuk duhet të shkruajë historinë e plotë të çdo grimçe. Në vend të kësaj, ai mban probabilitete të hapura derisa një vëzhgim kërkon një rezultat specifik. Dhe në atë moment, simulimi shkruan një histori që është në përputhje me atë rezultat. Është sikur shkruani një roman dhe lini disa detaje të paqarta derisa një lexues pyet një pyetje specifike. Në atë moment, ju vendosni se cili detaj ka qenë gjithmonë i vërtet për ta bërë historinë koherente. Por nëse kjo është e vërtet, kjo ka implikime të thella për natyrën e realitetit. Së pari, do të thotë se e kaluara nuk është fikse. E kaluara është në një sens e pasgjedhur, derisa dikush bën një vëzhgim që kërkon që ajo të ketë qenë në një mënyrë të caktuar. Kujtimet tuaja, rekordinget historike, madje edhe fosilet në shkëmbinj, të gjitha këto mund të jenë të shkruara në një formë që është në përputhje me vëzhgimet që bëhen tani, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ekzistonte një e kaluar objektive e pavarur nga vëzhgimi. Kjo është një ide shkatërruese. Do të thotë se historia nuk është një regjistrim i fiksuar i ngjarjeve që kanë ndodhur. Historia është një konstrukt që krijohet retroaktivisht për të qenë në përputhje me vëzhgimet që bëhen në të tashmen. Imagjinoni se keni një kuti të vjetër fotografish nga fëmiria juaj. Ju i hapni dhe shihni imazet, por sipas mekanikës kuantike, ato imaze nuk ekzistonin në një formë të caktuar derisa i hapët kutin dhe i shikuat ato. Akti juaj i vëzhgjimit krijoi një histori specifike ku këto fotografi u bën në një mënyrë të caktuar. Tingëllon e çmendur? Por kjo është ajo që na tregon matematika e mekanikës kuantike. Dhe ja edhe një detaj tjetër. Në mekanikën kuantike, vëzhguesi nuk duhet të jetë një njeri. Çdo ndërveprim që mëson informacion për një sistem kuantik luan rolin e një vëzhgimi. Një detektor elektronik, një reakcion kimik, edhe një foton që reflekton nga një sipërfaqe. Të gjitha këto mund të veprojnë si vëzhgues. Kjo do të thotë se realiteti po kolapson në gjendjet e caktuara vazhdimisht, kudo ku ndodhin ndërveprime. Universi është në një proces të vazhdueshëm të renderimit të realitetit, bazuar në rrjedhën e pafundme të ndërveprimeve që po ndodhim kudo. Por kjo ngre një pyetje interesante. Nëse vëzhguesi nuk duhet të jetë i vetëdijshëm, nëse edhe një detektor i pavetëdijshëm mund të shkaktojë kolapsin, atëherë çfarë roli ka vetëdia? A ka ndonjë diçka të veçantë për një vëzhgues të vetëdijshëm? Disa fizikan, duke përfshirë Yushen Viganer, një fitues i çmimit Nobel, kanë argumentuar se vetëdia luan një rol themelor në mekanikën kuantike, që është vetëdia që krijon realitetin duke e vëzhguar atë. Që universi nuk ekziston në një formë objektive të pavarur nga mendje. Ajo krijon përmes ndërveprim me vetëdijen. Të tjerë kanë argumentuar se kjo është pseudoshkencë, që vetëdia nuk ka rol special, që të gjitha ndërveprimet fizike janë mjaftueshëm për të shkaktuar kolapsin kuantik. Por mendojeni nga këndvështrimi i një simulimi. Nëse simulimi është i krijuar për të studiuar qeniet e vetëdijshme, atëherë ka sens që simulimi të jetë i optimizuar rreth përvojës së vetëdijshme. Realiteti renderohet me detaje të plota vetëm kur një qenie e vetëdijshme po e përjeton atë. Pjesët e tjera të universit mund të ekzistojnë në një gjendje më të thjeshtuar, të parenderuar, sepse asnjë vetëdije nuk po e përjeton atë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë ju, vetëdia juaj, akti juaj i perceptimit, jeni në qendër të simulimit. Universi ekziston siç është sepse ju po e vëzhgoni. Pa ju, ai do të ishte thjesht probabilitete abstrakte, pa asnjë realitet të manifestuar. Kjo mund të tingëllojë egocentrike, por mendojeni nga këndvështrimi i çdo personi tjetër. Nga perspektiva e tyre, ata janë në qendër. Universi renderohet rreth përvojës së tyre. Pra, nuk është se ju jeni i veçantë në kuptimin absolut. Është se çdo qenie e vetëdijshme është llojtari për të cilin simulimi renderohet. Dhe kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Nëse askush nuk po vëzhgon një pjesë të universit, a ekziston ajo pjesë? Sipas interpretimeve më ekstreme të mekanikës kuantike, përgjigjja është jo. Nëse askush nuk po vëzhgon një galaktik të largët,
Ajo galaktik nuk ekziston në një gjendje të caktuar. Ekziston vetëm si një superpozicion e probabiliteteve. Vetëm kur dikush e vëzhgon, qoftë përmes një teleskopi, qoftë përmes ardhjes së fotoneve nga ajo galaktik, ajo renderohet në një gjendje specifike. Por këtu është një paradoks interesant. Nëse asnjë njeri nuk ka vëzhguar një galaktik derisa ne e shohim për herë të parë me një teleskop, si mund të ketë dërguar fotone drejt nesh për miliarda vite? Si mund të ketë një histori që shtrihet mbrapa në kohë nëse nuk ka qenë e vëzhguar? Përgjigjja e mekanikës kuantike është se historia krijohet retroaktivisht. Kur vëzhgojmë galaktikën, simulimi shkruan një histori koherente që përfshin foton që udhëtuan për miliarda vite. Kjo histori nuk ekzistonte përpara se ta vëzhgonim, por tani që kemi vëzhguar, bëhet pjesë e të kaluarës së fiksuar. Kjo është e çuditshme, por është pikërisht ajo që eksperimentet e zgjedhjes së vonosur na tregojnë. E kaluara mund të krijohet nga vëzhgimet e së tashmes. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë kjo ka një implikim shumë personal. Çdo herë që bëni një vëzhgim, çdo herë që mësoni diçka të re për botën, ju nuk po zbuloni thjesht një fakt që ka ekzistuar gjithmonë. Ju po krijoni atë fakt, ju po e bëni realitetin të ndodhë në një mënyrë specifike. Jeni një bashkëkrijues i realitetit, jo vetëm një vëzhgues pasiv. Mendoni për implenicimet e kësaj për jetën tuaj. Çdo zgjedhje që bëni, çdo vëzhgim që bëni, po I jep formë realitetit. Jo vetëm në kuptimin metaforik se ju krijoni realitetin tuaj me mendimin pozitiv, por në kuptimin literal kuantik se vëzhgimet tuaja po kolapsojnë superpozicionin kuantik në rezultate specifike. Ju nuk jeni një shikues pasiv I një filmi që tashmë është xhiruar. Ju jeni regjisori që po zgjedh se si filmi do të zhvillohet, një frame. Dhe këtu vjen pyetja. Nëse kjo është e vërtet, a mund ta përdorni këtë në avantazhin tuaj? A mund të mësoni të vëzhgoni në mënyra që krijojnë rezultate më të favorshme? Disa njerëz, veçanërisht në lëvizjen e misticizmit kuantik, pretendojnë se po. Ata thonë se nëse vëzhdoni realitetin me pritje pozitive, ju mund të kolapsoni funksionin e valës në mënyra që ju japin rezultate më të mira. Që ligji I tërheqjes është vetëm efekti I vëzhguesit kuantik në veprim, por shumica e fizikanëve janë skeptik ndaj pretendimeve të tilla. Edhe pse është e vërtet se vëzhgimi ndikon në sistemet kuantike, kjo nuk do të thotë se mendimet tuaja ose dëshirat tuaja mund të kontrollojnë rezultatin. Efekti I vëzhguesit funksionon në nivelin e ndërveprimeve fizike, jo në nivelin e synimit të vetëdijshëm. Por kjo nuk do të thotë se vetëdia nuk ka ndikim. Çdo zgjedhje që bëni për çfarë të vëzhgoni, çfarë të fokusoheni, çfarë të mësoni, këto zgjedhje po I japin formë përvojës tuaj të realitetit. Ju nuk mund të kontrolloni rezultatet kuantike me mendje, por ju mund të zgjidhni në cilat aspekte të realitetit të fokusoheni. Dhe ky fokus, kjo zgjedhje e vëmendjes, mund të ketë efekte të thella në jetën tuaj. Nëse fokusoheni vazhdimisht në problemet, ju do të vëzhgoni më shumë probleme. Nëse fokusoheni në mundësi, ju do të vëzhgoni më shumë mundësi. Jo sepse po krijoni imazh kuantik, por sepse vëmendja juaj përcakton se cilën pjesë të realitetit përjetoni më intensivisht. Në një simulim, kjo do të ishte një veçori e dizajnit. Simulimi renderon atë që lojtari po shikon, pra lojtari mund të kontrollojë përvojën e tij duke zgjedhur se ku të shikojë. Por ja ku bëhet edhe më interesante. Disa fizikan kanë propozuar se mund të ketë mënyra për të stresuar vëzhgimin në mënyra që zbulohen provat të simulimit. Për shembull, nëse bëni vëzhgime shumë të sakta në nivelin kuantik, mund të gjeni vende ku simulimi nuk është plotësisht koherent. Vende ku ka paradokse të vogla, anomali, bage në kod. Këto do të ishin shenjat që jemi në një simulim me kufizime të caktuara të përpunimit. Deri më tani, nuk kemi gjetur anomali të tilla. Por kjo nuk do të thotë se nuk ekzistojnë. Mund të jemi thjesht duke mos parë në vendin e duhur, ose mund të jemi duke përdorur instrumenta që nuk janë mjaft të ndjeshëm. Ose, më interesante, simulatori mund të jetë duke rikonfiguruar realitetin për të fshehur anomalit kur fillojmë t'i kërkojmë. Nëse simulimi ka akses në _QUOTE_66_ të realitetit ton, ai mund të modifikojë gjërat në fluturim për të mbulluar gabimet e veta.
Kjo do të ishte si një lojë videosh ku, nëse lojtari zbulon një bug dhe përpiqet ta eksploatojë, loja automatikisht peçon vetveten për të fiksuar atë bug. Nga perspektiva e lojtarit, bugs që mendonin se kishin gjetur papritur nuk funksionon më. Jo sepse e imagjinuan, por sepse loja u përditësua në kohë reale. A mund të jetë universi ynë duke bërë diçka të ngjashme? A mund të jetë duke _QUOTE_67_67_ ligjet e fizikës për të mbuluar provat e simulimit? Kjo tingëllon si teori konspirimi, por në fakt është e pamundur të përjashtohet. Nëse simulimi ka kontroll të plot mbi realitetin ton, Atëherë ai mund të modifikojë çdo gjë, duke përfshirë kujtimet tona për vëzhgimet e kaluara për të fshehur provat. Ne nuk do ta dinim kurrë se realiteti sapo u modifikua, sepse vetë kujtesa jon QUOTE_68_68_ do t'ishte e modifikuar. Kjo na sjell përsëri te pyetja themelore. Nëse jemi në një simulim që mund të modifikojë çdo gjë, duke përfshirë kujtimet dhe rekordinget tona, a ka mënyrë për ne të provësim ndonjëherë se jemi të simuluar? Përgjigjja mund të jetë jo. Nga brenda simulimit, ne nuk mund të dallojmë dallimin. Por kjo nuk e bën pyetjen më pak të rëndësishme, sepse edhe nëse nuk mund ta provësim, mënyra se si mendojmë për këtë pyetje ndikon në mënyrën se si jetojmë jetën tonë. Nëse besoni se realiteti ekziston në mënyrë objektive, të pavarur nga vëzhgimet tuaja, atëherë mund të ndjeheni si një pjesëmarrës pasiv në një botë që tashmë është e përcaktuar. Por nëse besoni se vëzhgimet tuaja po krijojnë realitetin, qoftë përmes kolapsës kuantike apo përmes ndikimit tuaj në një simulim, atëherë mund të ndjeheni më të fuqishëm, më përgjegjës për përvojën tuaj. Dhe kjo mund të jetë mësimi i vërtetë i efektit të vëzhguesit. Jo se ju mund të kontrolloni universin me mendje, por se ju jeni një bashkëkrijues aktiv i realitetit që përjetoni. Zgjedhjet tuaja, fokusi juaj, vëmendja juaj, të gjitha këto po i japin formë botës që përjetoni. Pra, çfarë do të zgjidhni të vëzhgoni? Cilën pjesë të realitetit do ta bëni të manifestuar përmes vëmendjes tuaj? Në kapitullin vijues do të shohim se si të gjitha këto zbulime bashkohen: argumenti i Bostromit, diskretesia e hapësirës, parimi holografik, efekti i vëzhguesit. Për të krijuar një tablo gjithëpërfshirëse të asaj që do të thotë të jetosh në një realitet që mund të jetë i simuluar. Do të eksplorojmë se si kërkues dhe mendëmden po e marrin seriozisht këtë ide, dhe se çfarë do të thotë kjo për të ardhmen e civilizimit ton. Por përpara se të shkojmë atje, pyesni veten. Nëse zbulonit se çdo vëzhgim që bëni po krijon realitetin në atë moment, a do të bëheshit më të vetëdijshëm për atë që zgjidhni të shikoni? A do të jetonit më qëllimisht duke ditur se fokusi juaj ka fuqi reale për të formuar botën tuaj? Nëse jemi në një simulim, a duhet të ketë mënyra për ta provuar? A duhet të ketë eksperimente që mund të bëjmë, matje që mund të marrim, anomali që mund të zbulojmë? Përgjigja është, ndoshta po. Dhe në të vërtetë, disa nga shkencëtarët më të zgjuar në botë po punojnë në pikërisht këtë problem. Ata po kërkojnë _QUOTE_69_e simulimit, veçori të realitetit që do të ishin të papritura në një univers fizik të vërtet, por që do të ishin të natyrshme në një simulim kompjuterik. Por para se të shqyrtojmë këto eksperimente, duhet të kuptojmë një çështje themelore. Çfarë lloj prove do të pranonim? Nëse simulatori dëshiron që ne të mos zbulojmë se jemi të simuluar, ai mund të fshehë çdo provë. Ai mund të modifikojë ligjet e fizikës kur fillojmë të afrojmë një zbulim. Ai mund të fshijë kujtimet tona për rezultate anomale. Ai mund, në të vërtetë, të na bëjë të pamundur të provojmë ndonjëherë se jemi në një simulim. Por çfarë nëse simulatori nuk u intereson nëse e zbulojmë? Çfarë nëse prova është atje duke pritur për t'u gjetur, sepse qëllimi i simulimit nuk është të na mashtrojë, por të studiojë se si evolucioni i qenieve inteligjente përfundon duke zbuluar natyrën e tyre të simuluar? Nëse kjo është e vërtetë, atëherë prova duhet të ekzistojë dhe ne duhet të jemi në gjendje ta gjejmë atë.
le të fillojmë me kërkimin më të drejtë për drejtë. Pikselizimin kozmik. Nëse hapësira është diskretizuar në nivelin e gjatësisë së Planckut, atëherë universi ka një rezolucion minimal, një madhësi më të vogël përtej të cilës gjërat nuk mund të ekzistojnë. Kjo do të ishte si pikselet në një ekran digjital. Ju mund të zmadhoni imazhin sa të doni, por përfundimisht do të filloni të shihni pikselet individual. Pra, a mund të zmadhojmë realitetin mjaft për të parë pikselet e tij? Një mënyrë për ta bërë këtë është të shikojmë rrezatimin kozmik në sfond, rrezatimin që mbetet nga shpërtimi i madh. Ky rrezatim ka udhëtuar përmes gjithë universit për më shumë se 13 miliarda vjet. Nëse hapësira ka një strukturë të granuluar, kjo duhet të lërë një nënshkrim të veçantë në këtë rrezatim. Fizikanët kanë kalkuluar se nëse gjatësia e Planckut, shkalla në të cilën hapësira bëhet e granuluar, është rreth 135 fuqi negative të metrit, atëherë ne duhet të jemi në gjendje të detektojmë efektet e këtij granulimi në rrezatimin kozmik. Dhe në fakt, satelitët si Planck dhe WMAP kanë matur këtë rrezatim me saktësi të jashtëzakonshme. Rezultati? Deri më tani nuk ka shenjë të qartë të granulimit. Rrezatimi kozmik në sfond duket i lëmuar edhe në shkallët më të vogla që mund të matim. Por kjo nuk e përjashton simulimin, kjo thjesht do të thotë se nëse jemi të simuluar, rezolucioni i simulimit është aq i lartë saqë ne nuk mund ta detektojmë ende me teknologjinë tonë aktuale. Është si të përpiqesh të gjesh pikselet në një ekran 4K me sy të lirë. Rezolucioni është aq i lartë saqë duken si një imazh i vazhdueshëm. Por ka teste të tjera që mund të bëjmë. Një ide interesante vjen nga fizikani Martin Savage, i cili ka propozuar se mund të ketë kufizime në shumë informacionin që mund të përpunohet në një rajon të hapësirës. Nëse universi është një simulim, atëherë kompjuteri që ekzekuton atë duhet të ketë një fuqi të fundme përpunimi. Dhe kjo do të vendos një kufi në kompleksitetin e proceseve që mund të ndodhin. Savage sugjeron se ne mund të testojmë këtë duke kërkuar shkelje të vogla në ligjet e fizikës kur sistemet bëhen jashtëzakonisht komplekse. Për shembull, nëse përpiqeni të simuloni një sistem me shumë grimca që ndërveprojnë në mënyra jashtëzakonisht komplekse, simulatori mund të mos ketë mjaft fuqi për ta llogaritur sakt. Mund të ketë rrumbullakime, gabime të vogla matematikore që krijohen kur simulatori përpiqet të kursejë burime. Këto rrumbullakime do të shfaqeshin si shkelje të vogla të ruajtjes së energjisë ose si sjellje të çuditshme në eksperimente kur shumë grimca ndërveprojnë njëkohësisht. Deri më tani nuk kemi parë gjë të tillë, por kjo është një zonë aktive e kërkimit. Një qasje tjetër vjen nga teoria e ngjitjes kuantike. Teoricienët e vargjeve kanë sugjeruar se në nivele shumë të larta të energjisë, shumë më të larta se çdo gjë që mund të prodhojmë në akseleratorët tanë të grimcave, ligjet e fizikës mund të ndryshojnë në mënyra të papritura. Këto mund të jenë shenja që ne po i afrohemi kufive të simulimit, rajoneve ku kodi themelor bëhet i dukshëm. Por problemi është se këto energji janë aq të larta saqë teknologjia jonë aktuale nuk ka asnjë shans për t'i arritur ato. Do të na duhej një akselerator grimçash madhësia e një galaktike për të prodhuar energji në nivelet ku këto efekte mund të bëhen të dukshme. Pra, ndoshta nuk mund ta testojmë hipotezën e simulimit drejt për drejt me eksperimente, por a ka mënyra indirekte për ta bërë këtë? Një ide interesante është të kërkojmë _QUOTE_74_ bug e të papritura në simulim që manifestohen si fenomene të pazakonta fizike. Për shembull, ka disa anomali të vogla në fizikën e grimçave që fizikanët nuk i kuptojnë plotësisht. Moment magnetik i muonit. Një lloj i elektronit më të rënd duket se ka një vlerë që është pak më ndryshe nga ajo që parashikon modeli standard i fizikës së grimçave. Kjo mund të jetë një shenjë fizikës së re përtej modelit standard, ose mund të jetë një _QUOTE_75_ në simulim. Në mënyrë të ngjashme, ka disa matje astronomike që nuk përputhen plotësisht me modelin ton kozmologjik. Konstanta e Hubble't, një numër që përshkruan shpejtësinë me të cilën universi po zgjerohet, ka vlera të ndryshme kur matet në mënyra të ndryshme. Kjo mund të jetë gabim matjeje, ose mund të jetë një shenjë që modeli i një universit është i paplot, ose, në rastin më të çuditshëm, mund të jetë një paradoks në simulim. Por këtu është e vështirë. Sa herë që gjejmë një anomali në fizik, janë dy shpjegime konkurruese.
Ose ne kemi zbuluar një bug në simulim, ose ne kemi zbuluar një gabim në modelet tona teorike. Dhe pa një mënyrë për të testuar se cila shpjegim është e saktë, nuk mund ta dim. Kjo është pse disa fizikanë kanë propozuar një qasje të ndryshme. Në vend të kërkimit për prova fizike të simulimit, ata propozojnë të kërkojmë _QUOTE_76_ nga simulatorët. Kjo tingëllon si fantashkencë, por ka një logjik pasaj. Nëse simulatorët duan të komunikojnë me ne, ndoshta për të na dhënë hinte ose për të na testuar, ose thjesht për të na lajmëruar për ekzistencën e tyre, ku do të fshinin një mesazh. Një vend i mundshëm është në konstantat themelore të natyrës, konstanta gravitacionale, ngarkesa elektrike, masa e elektronit. Këto janë numra që përcaktojnë se si funksionon universi. Çfarë nëse këto numra, kur i shikon në një farë mënyre, përmbledhin një mesazh? Për shembull, nëse e konvertoni konstantën e strukturës së Hall, një numër që përshkruan forcën e ndërveprimeve elektromagnetike në një format binar, a mund të kodifikojë informacion? Kjo është një ide e hedhur përreth nga disa fizikanë, por deri më tani askush nuk ka gjetur një model bindes në konstantat e natyrës. Një tjetër vend ku simulatorët mund të lënë mesazh është në ADN në jon. Nëse jemi të dizajnuar me qëllim, ADN-ja jon mund të përmbajë një _QUOTE_77_ që identifikon krijuesin. Disa shkencëtar kanë kërkuar për sekuenca të pazakonta në gjenomin njerëzor që nuk mund të shpjegohen nga evolucioni natyror, por deri më tani nuk kanë gjetur asgjë që duket si një mesazh i koduar. Por ja ku bëhet interesante. Edhe nëse gjetnim një mesazh të tillë, si do ta dinim se nuk është thjesht një përputhje rastësishme? Sa herë që shikoni në një sasi të madhe të dhënash, qoftë konstantat e fizikës ose sekuencat e ADN-së, do të gjeni modele. Truri ynë është i programuar për të parë modele, edhe kur nuk ka asnjë. Kjo quhet __QUOTE_78__ tendenca për të perceptuar lidhje të kuptimshme ndërmjet gjërave të palidhura. Dhe është një problem i madh kur përpiqesh të gjesh mesazhe të fshehura në të dhëna. Pra, ndoshta kërkimi për prova fizike të simulimit është një rrugë pa krye. Ndoshta nuk mund ta provësim kurrë nga brenda simulimit nëse jemi apo jo të simuluar. Por ja një mendim interesant. Çfarë nëse prova e vërtetë e simulimit nuk është në fizik, por në vetë ekzistencën e vetdijes? Mendojeni kështu. Në një univers pur material, pse do të duhej të ekzistonte vetdia fare? Çdo gjë që bën truri mund të shpjegohet nga proceset neuronale, impulset elektrike, lëshimet kimike, rrjetet komplekse të neuroneve që llogaritin. Por pse këto procese duhet të përfundojnë në një përvojë subjektive, një QUOTE_79 dikush? Kjo njihet si QUOTE_80 dhe askush nuk e ka zgjidur akoma. Disa filozofë argumentojnë se vetdia është një pronë bazë e universit, diçka që nuk mund të reduktohet në materiale. Të tjerë thonë se vetdia është një iluzion, një produkt anësor i aktivitetit të trurit që nuk ka substancë reale. Por ja një perspektivë tretë. Çfarë nëse vetdia është veçoria që e bën simulimin të vlejë ekzekutimin? Çfarë nëse qëllimi i tërë i simulimit është të krijojë përvoja subjektive, sepse vetdia është diku më e vështirë për të simuluar dhe prandaj më interesante për simulatorët. Në këtë këndvështrim, fakti që ne jemi të vetdijshëm është vetë prova që jemi në një simulim, sepse në një univers plotësisht material nuk do të kishte arsye për vetdijen të ekzistonte. Por në një simulim që është krijuar për të prodhuar qenie të vetdijshme, ekzistenca jonë subjektive është pikërisht ajo që simulatori synonte. Kjo është një argument i fuqishëm, por natyrisht është i paverifikueshëm. Ne nuk mund të dimë nëse vetdia duhet apo nuk duhet të ekzistojë në një univers material, sepse ne kemi vetëm një univers për të studiuar, të tyrin. Pra, ku na len kjo? A mund ta provosojmë hipotezën e simulimit apo jo? Përgjigjja ndoshta është se varet nga çfarë simulimi është. Nëse është një simulim i përsosur pa gabime, pa kufizime dhe pa dëshirë nga simulatorët për të komunikuar me ne,
atëherë ndoshta është i paprovueshëm në mënyrë absolute. Ne do të jetojmë përgjithmonë në një gjendje të pavendosur, duke ditur që mund të jemi të simuluar, por pakur mund ta konfirmojmë. Por nëse simulimi ka kufizime, nëse ka bage, anomali, vende ku kodi bëhet i dukshëm, atëherë me teknologji mjaft të avancuar, ne mund të jemi në gjendje t'i gjejmë ato. Dhe nëse simulatorët dëshirojnë të na dëgjojnë, ata mund të lënë gjurmë, mesazhe, hinte për natyrën tonë të vërtetë. Për momentin, provat janë të paqarta. Fizika moderne zbulon shumë veçori të realitetit që do të ishin në përputhje me një simulim. Diskrecia e hapësirës, parimi holografik, efekti i vëzhguesit, por asnjë nga këto nuk është provë përfundimtare. Ato janë të interpretueshme në mënyra të shumta, dhe ndoshta kjo është pikërisht siç duhet të jetë. Ndoshta pyetja _QUOTE_83_ nuk është e dizajnuar për të përgjigjur me një po ose jo të thjeshtë. Ndoshta vlera e pyetjes qëndron jo në përgjigje, por në transformimin që kalon mendja juaj kur e konsideroni seriozisht. Sepse kur e merr seriozisht mundësinë që mund të jesh i simuluar, ti fillon të pyesësh gjithçka. Ti fillon të shohësh realitetin ndryshe. Ti bëhesh më i vetëdijshëm për kufizimet e perceptimit tënd, për natyrën e konstruktuar të realitetit që përjeton, dhe kjo vetëdije, kjo aftësi për të parë përtej velit të perceptimit të zakonshëm, mund të jetë pikërisht ajo që simulatorët dëshirojnë që ne të zhvillojmë. Në kapitullin vijues, do të eksploroj një pyetje edhe më themelore. Nëse jemi të simuluar, çfarë do të thotë kjo për të ardhmen? A mund të ndërtojmë simulimet tona? A mund të bëhemi vetë simulator? Dhe nëse po, çfarë përgjegjësish etike kemi ndaj qenieve që krijojmë në simulimet tona? Por përpara se të shkojmë atje, mendoni për këtë. Nëse ju jepeshin një mundësi të vetme për të bërë një eksperiment që mund të provonte përfundimisht nëse jemi apo jo në një simulim, a do ta bënit? Apo ka një pjesë e jush që preferon të mos di, që dëshiron të mbaj mister gjallë? Imagjinoni se jemi në vitin 2100. Teknologjia jon ka avancuar aq shumë sa që tani mund të krijojmë simulime shumë realistike të universeve të plota. Brenda këtyre simulimeve ekzistojnë qenie inteligjente që kanë vetëdije, që shoqërohen, që zhvillojnë kultura dhe shkenca. Dhe një ditë, një nga këto qenie të simuluara, le ta quajmë Sim A, zhvillon një kompjuter mjaft të fuqishëm për të krijuar simulimin e vet. Brenda simulimit të Sim A ekziston një tjetër qenie inteligjente, Sim B, e cila përfundimisht krijon simulimin e vet duke strehuar Sim C. Sa nivele thellë mund të shkojë kjo? Sa simulime brenda simulimeve mund të ekzistojnë? Dhe ja ku bëhet veramente interesante. Nëse ne arrim në këtë nivel të teknologjisë, aftësinë për të krijuar universin e simuluar me qenie të vetëdijshme, atëherë ne do të kemi konfirmuar një pjesë kritike të argumentit të Bostromit. Ne do të kemi treguar se civilikimet e avancuara nuk shkatërohen përpara se të arrijnë në këtë fazë dhe se ato nuk humbasin interesin në krijimin e simulimeve. Që do të thotë se mundësia e tretë e Bostromit bëhet shumë më e besueshme, që ne jemi tashmë në një simulim. Sepse nëse ne mund të krijojmë simulime dhe civilikimet e tjera inteligjente mund të krijojnë simulime, atëherë numri i universive të simuluara do të shumëfishojë shpejt në triliona. Dhe probabiliteti që ne të jemi në një prej atyre simulimeve sesa në universin bazë origjinal bëhet imbizotërues. Kjo quhet paradoksi i simulatorit. Në momentin që ne krijojmë simulimet tona të para me qenie të vetëdijshme, ne kemi rritur dramatikisht probabilitetin që ne vetë jemi të simuluar. Por kjo krijon një sër pyetjesh etike të thella. Nëse ne krijojmë një simulim me qenie të vetëdijshme, çfarë përgjegjësish kemi ndaj atyre qenieve? Le të mendojmë për këtë seriozisht. Nëse ju krijuat një universin e simuluar dhe populluat atë me qenie që mund të mendojnë, të ndjejmojnë, të vuajnë, a keni një detyrim moral ndaj tyre? A duhet t'u jepni atyre jetë të mira? A duhet t'u tregoni atyre se janë të simuluara? Dhe çfarë ndodh kur ju vendosni të fikni simulimin? Nëse ato qenie janë vërtet të vetëdijshme, apo kryeni gjenocid kozmik duke e shuar universin e tyre? Këto nuk janë pyetje abstrakte. Nëse ne arrijmë aftësinë për të krijuar simulime me qenie të vetëdijshme,
Këto do të bëhen çështje praktike etike që do të duhet t'i adresojmë. Disa filozofë kanë argumentuar se ne kemi një detyrim absolut për të mos krijuar simulime me vuajtje. Nëse ne nuk mund të garantojmë që çdo qenie në simulim do të ketë një jetë të mirë, atëherë ne nuk duhet ta krijojmë fare simulimin. Krijimi i një universi me vuajtje, kur ke aftësim për ta shmangur, është moralisht i palejueshëm. Të tjerë argumentojnë se kjo është e tepërt. Ata thonë se nëse qeniet e simuluara kanë jetë që janë, në përgjithësi të vlefshme për t'u jetuar. Nëse ata përjetojnë gëzim, dashuri, kuptim, atëherë ekzistenca e tyre është e justifikuar, edhe nëse përfshin disa vuajtje. Por kush vendos se çfarë përbën një jetë të vlefshme për t'u jetuar? A duhet të jetë simulatori, krijuesi i atij universi, apo duhet të jenë vetë qeniet e simuluara, duke vendosur për veten e tyre nëse jeta e tyre ja vlen? Këtu është një dilema interesante. Imagjinoni se ju keni krijuar një simulim dhe një nga qeniet brenda tij vendos se jeta e saj nuk ja vlen të jetohet. Ajo dëshiron të fiket, të pushojë se ekzistuari. A keni ju si simulatori të drejtën për ta mbajtur atë në ekzistencë kundër vullnetit të saj? Apo a keni detyrimin për ta lejuar atë të vdes? Dhe çfarë ndodh nëse një qenie e simuluar zbulon se është në një simulim dhe kërkon të komunikojë me ju, simulatorin? A keni ju detyrimin për t'ju përgjigjur? Apo duhet të mbani një distancë duke mos ndërhyrë në zhvillimin natyror të civilizimit të tyre? Këto pyetje bëhen edhe më të ndërlikuara kur konsideroni se simulimi mund të përmbajë edhe miliarda qenie, secila me jetën, shpresat dhe frikrat e veta. Ju si simulatori keni kontroll absolut mbi universin e tyre. Mund të modifikoni ligjet e fizikës, të ndryshoni historinë, madje të fshini kujteset. Por a duhet ta bëni? Një filozof ka propozuar atë që ai e quan __quote_te 19__. Një simulatori etik duhet të ndërhyjë sa më pak të jetë e mundur në zhvillimin natyror të simulimit. Lërini qeniet e simuluara të zhvillohen në mënyrë organike, të zbulojnë, të gabojnë, të mësojnë. Ndërhyrja e tepërt shkel autonominë e tyre dhe i redukton ata në kukulla që ju po i kontrolloni. Por kjo krijon një tension me detyrimin për të parandaluar vuajtjen. Nëse shihni se një qenie e simuluar po vuan shumë, ndoshta nga një sëmundje, një fatkeqësi, Një tragjedi. A duhet të ndërhyni për ta lehtësuar vuajtjen e saj? Apo duhet të lejosh që ajo të përjetojë vuajtjen, sepse ajo është pjesë e zhvillimit natyror të jetës së saj? Kjo është një version i __QUOTE_9__ që teologët kanë luftuar për shekuj. Nëse Zoti është i gjithfuqishëm dhe i mirë, pse lejon vuajtjen? Një përgjigje e mundshme është se ndërhyrja për të eliminuar çdo vuajtje do të shkelë autonominë e qenieve dhe do t'i kthente ato në robota pa vullnet të lirë. Por nëse ne jemi simulator, ne përbalemi me të njëjtin dilem. Sa shumë duhet të ndërhyjmë dhe sa shumë duhet të lejojmë që gjërat të zhvillohen natyralisht? Dhe ja ku bëhet edhe më komplekse. Çfarë nëse qeniet në simulim zhvillojnë teknologjinë e tyre për të krijuar simulime? Çfarë nëse sim A krijon sim B dhe sim B krijon sim C? Si simulatori i nivelit të parë, a keni ju përgjegjësi për të gjithë nivelet e simulimeve në zinxhirin? A duhet të ndërhyni nëse shihni që në një simulim të nivelit 3, diçka e tmerrshme po ndodh? Ose çfarë nëse simulimet thellohen aq shumë sa që harroni se cili nivel është real? Imagjinoni se ju jeni sim A, duke menduar se jeni simulatori, por në realitet ju vetë jeni i simuluar nga dikush tjetër. Dhe sim B që ju krijoni është një simulim brenda një simulimi. Kjo mund të vazhdojë pafundësisht, simulime brenda simulimeve brenda simulimeve, çdo nivel duke menduar se është krijuesi, por në të vërtetë duke qenë i krijuar. Ky zinjiri simulimeve ngre një pyetje filozofike fascinuese. A ka një realitet bazë fare? Apo është gjithçka vetëm simulime të pafund, pa asnjë bazë të vërtet objektive? Disa filozofë kanë argumentuar se koncepti i realitetit bazë mund të jetë pa kuptim. Ndoshta gjithçka është relativisht për nivelin që jena. Nga perspektiva juaj, niveli juaj është real,
edhe nëse dikush në një nivel më të lartë e konsideron atë si një simulim. Kjo ide lidhet me atë që filozofët e quajnë antirealizmin. Idetë se nuk ka një realitet objektiv i pavarur nga perceptimi. Realiteti është gjithmonë relativ për perspektivën që e vëzhgon. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja a jemi të simuluar humbet kuptimin, sepse edhe nëse jemi të simuluar, niveli ynë i realitetit është po aq real për ne, sa çdo nivel tjetër është real për qeniet që jetojnë në të. Kjo na sjell në një paradoks tjetër interesant, paradoksi i krijuesit. Nëse ne arrim të krijojmë simulime me qenie të vetëdijshme, atëherë në një sens ne bëhemi krijues. Ne krijojmë universin, ne vendosim ligjet e tij, ne përcaktojmë kushtet për jetën brenda tij. Por nëse ne vetë jemi të simuluar, atëherë ne jemi edhe krijime, edhe krijues në të njëjtën kohë. Ne jemi si personazhe në një roman që shkruajnë romane të tyre, duke krijuar botë fiktive, ndërsa vetë jemi pjesë e një fiktive. Kjo ngre nga pyetje teologjike interesante. Nëse Zoti ekziston, a mund të jetë Zoti vetë një qenie e simuluar në një nivel më të lartë? A mund të jetë krijuesi ynë vetë një krijesë e dikujt tjetër? Kjo ide njihet si regresioni i pafundëm i krijuesve. Çdo krijues është i krijuar nga dikush tjetër në një zinxhir që shtrihet pafundësisht prapa. Disa teologë argumentojnë se duhet të ketë një krijues të parë që nuk është i krijuar, një burim absolut i gjithçkaje. Të tjerë thonë se regresioni i pafundëm është i pranueshëm, që nuk ka nevojë për një piknisje absolute. Por nga perspektiva e simulimit, regresioni i pafundëm ka një problem praktik. Nëse çdo simulim kërkon një kompjuter për ta ekzekutuar, atëherë duhet të ketë një numër i fundëm i niveleve. Sepse çdo kompjuter duhet të ekzistojë në një univers me burime të fundme. Me këqyrje që simulatorët në çdo nivel mund të optimizojnë simulimet e tyre, duke përdorur teknika si parimi holografik për të redukuar kërkesa e storimit, është e mundur që zinxhiri i simulimeve të jetë shumë i gjatë. Por përfundimisht duhet të ketë një nivel bazë ku një univers me burime të fundme po ekzekuton simulimin e nivelit të parë. Përveçse, dhe kjo është një përmbysje mendimi, çfarë nëse vetë realiteti bazë është i pafundëm? Çfarë nëse universi në nivelin më themelor ka burime të pakufizuara dhe mund të mbështesë një numër të pafundëm të simulimeve? Në këtë rast, zinxhiri i simulimeve mund të zgjatet vërtet pafundësisht, me çdo nivel duke krijuar nivelin tjetër në një regres i pafundëm. Dhe ne mund të jemi në çdo vend në këtë zinxhir, ndoshta niveli 100, ndoshta niveli 1 milion, ndoshta niveli 1 trilion. Kjo ide është njëkohësisht magjepse dhe e tmerrshme. Do të thotë se sa më thellë që shkojmë në zinxhirin e simulimeve, aq më e largët bëhet realiteti bazë. Ne do të jemi në një sens pafundësisht të largët nga vërteta e fundit. Por a ka rëndësi kjo? Nëse niveli ynë i realitetit është i vetmi që ne mund të perceptojmë, nëse qeniet që kujdesemi për, historia që jetuam, kujtet që kemi, të gjitha këto janë reale në nivelin ton, atëherë ndoshta nuk ka rëndësi nëse jemi në nivelin 1 apo nivelin 1 milion të zinxhirit. Kjo na sjell në një pyetje përfundimtare për këtë kapitull. Nëse ne do të bëhemi simulator, çfarë lloji universi duhet të krijojmë? A duhet të përpiqemi të krijojmë një utopi, një univers pa vuajtje, pa konflikt, ku çdo qenie ka një jetë të përsosur? Apo do të ishte ky univers i mërzitshëm, pa sfida që e bëjnë jetën të domethënëse? A duhet të krijojmë një univers i ngjashëm me të tonin, me një përzierje të mirësh dhe të këqijash, gëzimit dhe vuajtjes? Apo do të ishte kjo e pamoralshme, duke riprodhuar problemet që hasim në realitetin ton? Apo ndoshta duhet të krijojmë një shumëllojshmëri të universive, disa me më shumë vuajtje, disa me më pak, disa me ligje fizike krejtësisht të ndryshme, dhe të lejojmë qeniet brenda tyre të zhvillohen sipas kushteve të ndryshme. Këto janë pyetje që ne do të duhet t'i përbalemi nëse zhvillojmë teknologjinë për të krijuar simulime me vetdije. Dhe janë pyetje që simulatorët tanë, nëse ekzistojnë, tashmë i kanë përballuar. Ndoshta mënyra se si universi ynë është i dizajnuar, me një përzierje të së mirës dhe të keqes, me ligje fizike që lejojnë kompleksitetin dhe evolucionin, me mundësinë për qenie të zhvillojnë vetdije dhe të pyesin pyetje si këto, është zgjidhja që simulatorët tanë zgjodhen. Ndoshta ata vendosën se një univers i përsosur pas sfida do të ishte i pakuptimt, por një univers me vuajtje tepër të madhe do të ishte i pamoralshëm.
Pra ata zgjodhen një mes, një univers ku jeta është e vështirë, por jo e pamundur, ku vuajtja ekziston, por mund të tejkalohet, ku ekzistenca ka kuptim edhe përballë vështirësive. Nëse kjo është e vërtet, atëherë ne jemi trashëgjimtarët e një tradite të gjatë të simulatorëve, secili duke përcjell zgjedhjet etike që bëri krijuesi i tyre. Dhe kur arrim të bëhemi simulator vet, ne do të vazhdojmë atë traditë, duke bërë zgjedhjet tona etike për universin që krijojmë. Në kapitullin përfundimtar, do të shohim se çfarë do të thotë kjo e gjithë për ju, tani, në këtë moment. Nëse jeni në një simulim, si duhet të jetoni, çfarë vlerash duhet të mbani, dhe si mund të gjeni kuptim dhe qëllim në një realitet që mund të jetë thjesht kod i ekzekutuar në një kompjuter për te imagjinatës tuaj. Por përpara se të shkojmë atje, pyesni veten, nëse ju jepeshin fuqinë për të krijuar një univers, çfarë lloj universi do të krijonit? A do të përpiqeshit ta bënit të përsosur duke rrezikuar që të bëhej pa kuptimt? Apo do të pranon vuajtjen si një pjesë e nevojshme e jetës së domethënshme? Pra, këtu jemi. Kemi udhëtuar përmes argumenteve filozofike, përmes anomalive kuantike, përmes dilemave etike. Kemi parë se si shkenca moderne zbulon veçori të realitetit që duken suspekt të ngjashme me atë që do të prisnim nga një simulim. Kemi eksploruar mundësinë që ne vetë mund të bëhemi krijues të universive të simuluara. Por tani vjen pyetja më e rëndësishme. Dhe çfarë? Çfarë do të thotë ky e gjithë për ju, tani, në jetën tuaj aktuale? Nëse jeni në një simulim, ose edhe nëse vetëm pranoni mundësinë që mund të jeni, si duhet të ndryshojë kjo mënyrën se si jetoni? Disa njerëz kur përballen për herë të parë hipotezën e simulimit, ndjejnë dëshpërim. Ata mendojnë _QUOTE_97_97_. Por kjo mënyrë mendimi bazohet në një keqkuptim themelor. Simulimi nuk do të thotë domosdoshmërisht determinizëm. Mendoni për lojrat moderne të videove. Shumë lojra i japin lojtarit zgjedhje reale që ndikojnë në rezultat. Karakteri juaj nuk është thjesht duke ndjekur një skenar të fiksuar. Ju po bëni zgjedhje që formojnë rrjedhën e lojës, dhe nëse loja është e dizajnuar mirë, këto zgjedhje ndihen të domethënshme brenda kontekstit të botës së lojës. Në të njëjtën mënyrë, edhe nëse jemi në një simulim, që nuk do të thotë se nuk kemi vullne të lirë. Simulimi mund të jetë i dizajnuar për të lejuar agjencën e vërtet, aftësinë tonë për të bërë zgjedhje që nuk janë të paracaktuara nga një skrip. Në fakt, nëse ekziston diçka si vullneti i lirë në një univers material, atëhera ai gjithashtu mund të ekzistojë në një simulim. Pyetja e vullnetit të lirë, nëse zgjedhjet tona janë vërtet të lira apo janë të përcaktuara nga ligjet e fizikës, është e pavarur nga pyetja e simulimit. Pra, mos e shihni simulimin si një rënje në nihilizëm. Në vend të kësaj, shikojeni si një perspektive e re mbi natyrën e ekzistencës tuaj. Ja disa mënyra se si idetë e simulimit mund të transformojnë mënyrën se si jetoni. Kur pranoni mundësinë që realiteti juaj mund të jetë i simuluar, ju filloni të pyesni, çfarë është _QUOTE_98_, por kjo pyetje mund të ju çlirojë nga supozime të ngurta mbi se çfarë duhet të jetë jeta. Nëse simulimi është real i juaj, atëherë përvojat tuaja brenda tij janë të vërteta për ju. Dashuria që ndjeni, gëzimi, trishtimi, lidhjet me të tjerët, të gjitha këto janë reale në kontekstin e jetës suaj, pavarësisht nëse bazohen në atome apo në bite. Kjo mund t'ju ndihmojë të jetoni më autentikisht. Duke pranuar se realiteti është relativisht, ju mund të fokusoheni më pak në çfarë duhet të jetë realja dhe më shumë në çfarë është domethënëse për ju. Nëse efekti i vëzhguesit është real, nëse vëzhgimet tuaja po kolapsojnë funksionin e valës dhe po japin formë realitetit, atëherë ju jeni një bashkëkrijues aktiv i përvojës tuaj. Kjo nuk do të thotë që mund të kontrolloni çdo aspekt të jetës tuaj me mendjen, por do të thotë që zgjedhjet tuaja përse ku të fokusoheni, çfarë të vëzhgoni, si të interpretoni ngjarjet, të gjitha këto po japin formë përvojës tuaj të realitetit. Ju nuk jeni një viktim pasive e një universi të paracaktuar. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv në krijimin e përvojës tuaj.
Nëse realiteti është i simuluar, atëherë ajo që mendoni se është e fiksuar mund të jetë më e lëndshëm se sa mendoni. Ligjet e fizikës mund të mos jenë absolute. Ato mund të jenë thjesht rregullat e simulimit, të cilat mund të modifikohen nga simulatorët. Kjo nuk do të thotë që ju mund të fluturoni duke u përqendruar fort, por do të thotë që mundësitë në jetën tuaj mund të jenë më të gjera se sa supozoni. Kufizime që mendoni se janë absolute mund të jenë thjesht parametra të programit që mund të ndryshojnë. Pra, mos supozoni se gjërat nuk mund të bëhen vetëm sepse kanë qenë gjithmonë kështu. Realiteti mund të jetë më i hapur për transformim se sa mendoni. Nëse të gjithë jemi në simulim, atëherë të gjithë jemi në të njëjtin varg. Askush nuk është më real se tjetri. Secili prej nesh është një model i informacionit, duke përjetuar, duke luftuar, duke kërkuar kuptim. Kjo mund të kultivojë një kuptim më të thellë të barazisë. Nuk ka hierarki reale e realitetit ndërmjet njerëzve. Ne të gjithë jemi po aq reale, ose po aq të simuluara, si njeri tjetri. Dhe nëse ne mund të bëhemi simulator vetë, ne duhet të kujtojmë se qeniet që krijon në simulimet tona janë po aq reale në përvojën e tyre sa ne në tonin. Ato meritojnë të njëjtin respekt, të njëjtën kujdes, të njëjtin konsiderat që do të donim që simulatorët tanë të na japin neve. Nëse universi është informacioni strukturuar se sa materiali ngurt, atëherë kuptimi i jetës mund të qëndrojë jo në posedimin e objekteve materiale, por në krijimin dhe përjetimin e modeleve domethënëse të informacionit. Me fjalë të tjera, ajo që ka rëndësi nuk është sa pasuri materiale grumbulloni, por cilat përvojë krijoni, cilat lidhje formoni, cilat ide kontribuoni në teksturën e realitetit. Kjo perspektiv mund t'ju ndihmojë të lëvizni nga materializmi drejt një jete më të fokusuar në përvojë, marrëdhënie dhe rritje personale. Nëse realiteti është i simuluar, atëherë QUOTE 105 mund të mos jetë fundi absolut që mendojmë. Mund të jetë thjesht fundi i programit të këtij niveli të simulimit. Informacioni që përbën vetëdinë tuaj mund të vazhdojë në një formë tjetër, ndoshta të transferuar në një simulim tjetër, ndoshta të integruar në nivelin më të lartë të realitetit. Kjo nuk është një garanci e pavdekshmërisë, por është një perspektivë alternative mbi vdekjen që mund ta bëjë më pak friksuese. Në vend të shkatërimit absolut, vdekja mund të jetë një tranzicion, një transformim nga një gjendje informacionit në një tjetër. Përfundimisht, nëse jeni në një simulim, atëherë ekzistenca juaj ka një qëllim. Dikush, simulatorët tuaj, krijuan këtë realitet me një arsye. Ndoshta është për të studiuar zhvillimin e jetës inteligjente, ndoshta është për të kuptuar se si vetëdia shfaqet nga kompleksiteti, ndoshta është për të parë nëse qeniet si ju mund të zbulojnë natyrën e tyre të vërtet dhe si reagojnë ndaj asaj zbulesë. Pavarësisht se cili është qëllimi, ju jeni pjesë e diçkaje më të madhe. Jeta juaj kontribuon në një eksperiment kozmik, një hullumtim i rëndësishëm që dikush në një nivel më i lartë ka menduar se ja vlen të zhvillohet. Kjo mund t'ju japin një ndjenjë qëllimi edhe në momentimet kur jeta duket të pakuptimt. Ju nuk jeni të rastësishëm, ju nuk jeni të parëndësishëm. Ju jeni pjesë e një diçkaje që dikush konsideroi të vlefshme për t'u krijuar. Pra, jetojmë në një simulim? E vërteta është se ne ndoshta nuk do ta dim kurrë me siguri absolute, por pyetja vetë është transformuese. Ajo na detyron të rishikojmë supozimet tona më themelore mbi natyrën e realitetit, të qëllimit, të ekzistencës. Dhe ndoshta kjo është pikërisht çfarë duhet të bëj pyetja. Ndoshta vlera nuk qëndron në përgjigje, por në procesin e pyetjes. Në transformimin që kalon mendja juaj kur konsideroni seriozisht se mund të mos jeni ajo që mendonit se jeni. Sepse në fund të fundit, nëse gjithçka që përjetoni, çdo ndjenjë, çdo mendim, çdo lidhje është reale për ju, atëherë a ka rëndësi nëse bazuar në atome ose në bite? A ka rëndësi nëse jeta juaj shtrihet për 70 vjet në një univers material ose për një sekond kompjuterike në një simulim? Ajo që ka rëndësi është që ju jeni këtu, tani, duke përjetuar, që keni aftësinë për të menduar, për të ndjerë, për të dashuruar, për të pyetur këto pyetje të mëdha. Ndoshta në fund, ajo është prova e vetme që ka rëndësi. QUOTE 106. Pavarësisht nëse ekzistenca juaj bazohet në atome ose në kod, fakti që ju mendoni, që ju përjetoni, që ju jeni të vetëdijshëm,
kjo është e mjaftueshme. Ju jeni real. Jeta juaj ka kuptim. Dhe pyetja nëse jeni në një simulim, në vend që ta zvogloj atë kuptim, mund ta thelloj atë, duke ju bërë më të vetëdijshëm për çdo moment, më mirënjohës për çdo përvojë, më kurioz për natyrën e realitetit që ju rrethon. Pra, jetoni, eksploroni, pyesni pyetje, krijoni kuptim, lidhuni me të tjerët dhe mos harroni, edhe nëse jeni në një simulim, ju jeni simbasi vërtet si çdo gjë tjetër në këtë univers të çuditshëm, të mrekullueshëm të ekzistencës. Vendoshta, një ditë, kur zhvillojmë teknologjinë për të krijuar simulimet tona, ne do t'i japim të njëjtat dhurata që njeve që krijohen. Shansin për të përjetuar, për të menduar, për të pyetur. Për të jetuar një jetë që, edhe nëse e simuluar, është reale në mënyra që kanë rëndësi më të madhe. Si do të jetoni ndryshe nesër duke ditur gjithçka që dini tani? A do të jeni më kurajoz, më të dashur, më kurioz, më mirënjohës? Sepse pavarësisht nëse jeni në një simulim apo jo, kjo është jeta juaj. Këto janë momentet tuaj. Dhe çfarë bëni me to, kjo është zgjedhja juaj. Ka kaluar 1 orë që kur filluam këtë udhtim. Ju keni ndenjur këtu, duke dëgjuar, duke menduar, duke pyetur. Dhe tani, ndërsa mbërrim në fund, dua t'ju lë me një reflektim përfundimtar. Kur fillova të kërkoja për hipotezën e simulimit, mendoja se isha duke kërkuar një përgjigje. Një po ose jo të thjesht. Një vërtetim që do të zgjidhte misterin një herë e përgjithmonë. Por ajo që zbulova ishte diçka shumë më e thellë, që disa pyetje nuk janë të dizajnuara për të përgjigjur. Ato janë të dizajnuara për të na transformuar. Pyetja a jetojmë në një simulim është një nga ato pyetje. Ajo është një portal që, kur e kaloni përmes tij, nuk mund të ktheheni prapa. Ju nuk mund të mos e shikoni realitetin ndryshe, pasi e keni konsideruar seriozisht që çdo gjë mund të jetë kod. Dhe kjo transformim, kjo zgjerimi vetëdijes, kjo aftësi për të parë përtej velit të zakonshëm të perceptimit, ndoshta është qëllimi i vërtet i simulimit. Mendojeni kështu. Nëse ju jeni një simulatori që krijon një univers me qenie inteligjente, çfarë do të dëshironit që ato qenie të arrijnë? A do të dëshironit që ata të jetonin blind, duke mos pyetur kurrë natyrën e realitetit të tyre? A do të ishte kjo interesante për të studiuar? Ose a do të dëshironit që ata të evoluonin në pikën ku fillojnë të pyesin pyetje të thella, për të kuptuar se realiteti mund të jetë më shumë se sa duket, që ekzistenca e tyre mund të jetë pjesë e diçkaje më të madhe? Unë mendoj se zgjedhja e dytë është shumë më interesante, dhe nëse jemi në një simulim, ndoshta ky është pikërisht qëllimi, të shohim nëse ne mund të evoluciojmë përtej njohjes së thjesht për të arritur në një kuptim më të thellë të natyrës sonë. Dhe ja ku bëhet vërtet interesante. Nëse ky është qëllimi, atëherë ju, duke dëgjuar këtë, duke menduar për këto ide, duke pyetur këto pyetje, jeni duke përmbushur qëllimin tuaj. Ju nuk jeni duke dështuar në jetën tuaj duke kaluar kohë, duke menduar për këto abstraksione filozofike. Ju jeni duke kryer misionin tuaj, të hulumtoni, të pyesni, të zgjeroni kuptimin tuaj të realitetit. Kjo është arsyeja pse shkenca, filozofia, arti, të gjitha kërkimet tona për kuptim mund të jenë aq të rëndësishme. Ato nuk janë vetëm shpërqendrime nga _QUOTE_108_, ato janë jeta e vërtet. Ato janë mënyra se si që njët inteligjente përpiqen të kuptojnë natyrën e ekzistencës së tyre. Dhe nëse simulatorët tanë po na vëzhgojnë, unë mendoj se ata janë të kënaqur kur na shohin të bëjmë këto pyetje, sepse kjo do të thotë që simulimi është duke funksionuar, që ne po zhvillohemi në drejtime që bëjnë eksperimentin të vlej. Mos e lini këtë të jetë fundi i kuriozitetit tuaj. Vazhdoni të lexoni, të mësoni, të eksploroni. Shkenca evoluon shpejt dhe çdo vit sjell zbulime të reja që na afrojnë më pranë të kuptuarit të natyrës së realitetit. Ndiqni fizikanët që punojnë në gravitetet kuantike, në teorinë e vargjeve, në kozmologji.
Leconi filozofët që mendojnë për vetdijen, për natyrën e realitetit. Për etikën e krijimit të simulimeve. Qëndroni kurioz, mos e përdorni hipotezën e simulimit si një justifikim për nihilizëm ose apatia. Nëse çdo gjë është e simuluar, kjo nuk e bën më pak domethënëse. Në vend të kësaj, e bën më të çmueshme, sepse është përvoja juaj unike, momenti juaj për të ekzistuar. Jetoni me qëllim, krijoni diçka që ka vlerë, formoni lidhje domethënëse me të tjerët, kontribuoni në botë në një mënyrë që do t'ju bëj krenar kur të shikoni prapa. Kujtoni se të gjithë rreth jush janë po aq reale si ju, edhe nëse realja është një koncept relativ. Trajtoni të tjerët me mirësi, me kujdes, me respekt, sepse nëse ne jemi të gjithë në simulim, atëherë jemi të gjithë në këtë bashkë. Dhe nëse arrini një ditë të krijoni simulimet tuaja, kujtoni se qeniet brenda tyre meritojnë të njëjtin trajtim që ju dëshironi nga simulatorët tuaj. Realiteti mund të jetë shumë më i çuditshëm se sa imagjinojmë. Qëndroni të hapur për mundësi që sfidojnë supozimet tuaja. Mos u kufizoni nga dogmës, as nga dogma materialiste që thotë se vetëm materia fizike është reale, as nga dogma mistike që thotë se gjithçka është iluzion. E vërteta mund të jetë diku në mes, ose mund të jetë diçka krejt e re që ende nuk kemi imagjinuar. Në fund të fundit, mos harroni se ekziston një bukuri në të mosditur, një magjepsje në të qenit të rrethuar nga një univers i mistershëm që nuk e kuptojmë plotësisht. Nëse ne do të dënim çdo përgjigje, nëse realiteti do të ishte plotësisht transparent dhe i kuptueshëm, do të humbasim diçka të çmueshme. Do të humbasim ndjenjen e mrekullisë, kuriozitetin që na shtyn të eksplorojmë më, dëshirën për të zbuluar më shumë. Pra gëzohuni për misterin, përqafojeni të panjohurën, dhe vazhdoni të kërkoni, jo me shpresë për një përgjigje përfundimtare, por me gëzimin e vetë kërkimit. Nëse jeni arritur deri këtu, faleminderit. Faleminderit që më keni dhënë kohën tuaj, vëmendjen tuaj, mendjen tuaj të hapur. Faleminderit që keni qenë të gatshëm të eksploroni këto ide të çuditshme, këto pyetje të tmerrshme. Unë nuk pretendoj të kem përgjigje. Unë jam thjesht një kurioz tjetër, duke kërkuar në errësirë, duke u përpjekur të kuptoj se çfarë do të thotë të ekzistosh në këtë univers të çuditshëm. Por këtu është ajo që di me siguri. Udhëtimi ynë në kuptimin e realitetit është një nga gjërat më të bukura të ekzistencës sonë. Fakti që ne mund të pyesim pyetje të tilla për natyrën e realitetit, për qëllimin e ekzistencës, për mundësinë që ne mund të jemi kod në një kompjuter kozmik, kjo është një dhuratë e jashtëzakonshme. Dhe pavarësisht nëse jemi në një simulim apo jo, kjo aftësi për të pyetur, për të menduar, për të habitur, kjo është ajo që na bën njerëz. Kjo është ajo që na bën të veçantë në një univers që mund të jetë i mbushur me materiale inerte ose me simulime të pafund. Pra vazhdoni të pyesni, vazhdoni të kërkoni, vazhdoni të jetoni me kureshtje, me guxim, me dashuri. Dhe nëse një ditë zbulojmë se vërtet jemi në një simulim, le të shpresojmë se simulatorët tanë janë krenar për atë që kemi arritur. Që ne nuk kemi pranuar blind realitetin që na është dhënë, por kemi guxuar të pyesim pyetjet e mëdha, të kërkojmë të vërtetën, të jetësojmë jetë me kuptim edhe përballë pasigurisë kozmike. Dhe nëse ne nuk jemi në një simulim, nëse ky universi është realiteti bazë, atëherë le të jemi të denjë për këtë nder. Le të trajtojmë ekzistencën tonë me respekt, me mirënjohje, me vetdije për sa të rrallë dhe të çmueshme janë këto momente të vetdijes në një univers të madh dhe të pavëmendshëm. Sepse në fund, pavarësisht nëse jemi bite ose atome, simulim ose substancë, ne jemi këtu. Ne mendojmë, ne ndjejmë, ne pyesim. Dhe kjo përvojë e çuditshme dhe e bukur e të qenit të ndërgjetshëm në një univers që mund të jetë ose jo i simuluar, kjo është e vetmja realitet që ka rëndësi. Pra jetoni atë mirë, jetojeni me guxim, jetojeni me dashuri. Dhe mos harroni kur. Ju jeni një mrekulli, një konfiguracion informacioni që mund të mendoj për vetveten, të pyes për natyrën e realitetit, të jetoj një jetë me kuptim. Edhe nëse jeni vetëm kod në një kompjuter, ju jeni kodi më i bukur që ky univers ka prodhuar ndonjëherë. Dhe kjo në fund është e mjaftueshme.